Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri. Si zakonisht në ACTV studio e hapur, unë jam Luigi Gjokaj. Kam nderin dhe kënaqësinë që sonte në panel të kemi të ftuar gazetar, profesor, inxhinier, jurist, veprimtar, kolonel dhe njerëz të profileve të ndryshme që të diskutojnë drejt për drejt nga këtu Michigani për situatën momentale të Shqipërisë, e cila të gjithëve na shqetëson. Të gjithë jemi në dijeni se çka po ndodh me shtetin tonë. Sot, pikërisht dje, në fakt, ishte 22 vjetori i egzodit të madh, kur me qindra mijë shqiptare shuan atë dheun. Mjerisht edhe sot, mas 22 viteve, gjendja në Shqipëri është mjaft e mjerueshme, edhe sot me qindra dhe mija po shpërngulën nga atë dheu dhe nuk e kemi gjetë ende atë dheun tonë që e dëshirojnë dhe e meritojnë shqiptarët për gjakun dhe mundin që ka dhënë në për shekull që të kemi një Shqipëri të lirë e demokratike. Në këto rrjella të ndryshme që jemi kyçur direkt edhe diaspora, edhe dje kishim drejt për drejt me Tiranën një mbledhje të tillë, një foltore të tillë në për një studio tjetër të hapur të diasporës. Sot nga Michigani, nesër nga Chicago, New Yorku dhe vende tjera për të përkrahur lëvizjen e re, të themi, riorganizimin e re demokratik kombëtar të shqiptarëve, kudo që të jemi në botë, që të mbrojmë gjakun e të parëve tonë për një liri dhe demokraci dhe një Shqipëri për gjithë shqiptarët. Kur thot një Shqipëri, e kom fjallën për një Shqipëri etnike gjitha të rojve shqiptare, që sot mjerisht krye kuvendari, ai kryesori, krye ministri jonë, sot është afrua pak si tepër me Serbinë dhe me Vučićin. Mbas gjithë këtij gjaku që u derdh në Kosovë, ku lani jetën 20.000 e ma tepër shqiptarë, sa të përdhunuar dhe sa të sakatuar. Edhe sot nuk e prebën shtetin e Kosovës. Edhe sot nuk ka kërku falje për gjenocidin që ka ndodhur mbi popullin tonë të dashur e pasdashur të Kosovës, dhe tani u dashka me u bani Ballkaniat të re, u dashka me u gjyzu përsëri Serbisë dhe me sjell në dursin tonë të dashur, dhe kështu politika slave serbo-ruse përsëri të mbisunojë në trojë tona. Për mosjuzjatën mase e di se do të na ndjekin shqiptarët, anë marrë ruzullit ku jemi, duhet që i prezentoj së pari panelistët, njerëzit që i kemi ftuar sot, që të bëjmë një bashkë bisedim me ta. Në anën time të djathtë e kom Gjon Kaçaj, ishte në kryetari i përndjekur e politikë Shqipërisë, si dhe në kryetari i pajtimit mbarkombëtar kundër gjakmarrjes në Shqipëri. Ma tepër në vazhdim e kemi një profesor, një inxhinier të nderuar i cili vjen nga trojë shqiptare në Ish Maqedoni, nga shkufi, nga zemra e shqiptarëve të Maqedonisë. Është Fejzullah Abdullahi, analist shqiptar, me prejardhë thash nga shqiptarët e Maqedonisë, që shumë e keni pa rast të ndjekin këto analizat tona kombëtare që i kemi pas këtu. Në vazhdim e kemi, në vazhdim e kemi Zotin Lumaj. Zotni Lumaj është një veprimtar i dalluar, një aktivist i njoftur për çështje shqiptare. Shprej fillimeve të demokracisë si në Shqipëri, si këtu, ky ka dhënë kontributin e vet. Valentini ishte edhe mram drejt për drejt në bisedën që u ba në Tiranë me diasporën shqiptare, ku ishin të ftuar 120. Ky është edhe njeriu që ma la idenë që të ftoj këtë tryez, sepse i dhem edhe këtij si gjithë neve për demokracinë dhe për gjendjen e mjerueshme që po ndodh në Shqipëri. Ma fill mas ti e kemi edhe Ermish Zholjen, është gazetar, analist, demokrat dhe veprimtar këtu në diasporë, i cili vazhdimisht jep kontributin e vet në lidhje direkte me Tiranën dhe për të dhënë sa buj kontributin e vet për çështjen shqiptare. Prezentimi i radhës është koloneli jonë i njoftur Dritan Demiraj, njeri i cili ka punon dhe vepron për demokracinë shqiptare. Është këshilltar për ushtrinë kombëtare shqiptare, jo vetëm në shtetin tonë, por edhe në Kosovë. Biles Vatra para disa kohëve pati propozuar edhe për kryetar të Shqipërisë, por jashtë atje ende
vepron komunizmi dhe njerëzit që nuk ja dojnë të mirën mbar komit shqiptar, por parcialisht i bajnë punë të veta, por kjo është i ri dhe do të kemë rastin që herave tjera përsëri ta kemi në majet më të larta të politikës shqiptare. Në vazhdim e kemi Arben Sokolin. Arben Sokoli është një veprimtar, po ashtu shqiptar për demokraci dhe çështje shqiptare, vepron dhe këtu ka vepruar edhe pranë shoqatës Dukaxhinit. Pjetër Jakun është botues, është studios, është shkrimtar, i cili me shumë vite ka botuar, ka vepruar për shqiptarët në përgjithësi. Në veçanti libri i tij famshëm që tani gjendet kudo në përdor të shqiptarëve, është Shqiptarët e Detroitit. Në vazhdim e kemi edhe një zotni Luma, i cili po ashtu Gjek Luma është aktivist demokrat, i cili ka ardhur më vonë se ne në Amerikë, por sigurisht që ne kontributet e veta në çështjen kombëtare. Në vazhdim të tij, në djathtë të tij është Lazar Kakarici, aktivist demokrat, i cili është kyçur rrept edhe ky në këtë situatë të mjeruar kombëtare që t'jap kontributin e vet për shqiptarinë në përgjithësi. Luiz Stërbyçi është një aktivist, një ndër themeluesit e degës Partisë Demokratike në Shkodër dhe në Kamës dhe Tiranë. Po ashtu, jep kritika dhe analiza, jep menime të frytshme për demokracinë, edhe pse ka njëherë ka njerëz që nuk i pëlqejnë kritikat e tij, por shumë herë janë në vend dhe janë qelluara sepse ati i dhënë zemra për demokracinë kur e shef se çështja shqiptare nuk po shkon mirë. Endrik Toma po ashtu është i pa parti, por është veprimtar kombëtar, i cili jep kontributet e veta për kombin dhe shqiptarinë. Kanto Marashidusha, i po ashtu është një demokrat nga vitet e 90-ta prej fillimit demokracisë, ka pas rasht, ka vizituar Shqipërinë në ato kohra, ka punuar afër edhe me Partinë Demokratike dhe me doktor Berishën dhe është aktivist këtu në komunitetin ton dhe është në Këshillin, ka punuar shumë edhe për Kishën e Shënpalin dhe ka punuar në diasporën tonë dhe vazhdon sigurisht përsëri me aktivitetin e tij kombëtare. Dhe ma vonë pranë tij kemi edhe zotni Gjelaj, Gjovalin Gjela, i cili është veprimtar, po ashtu edhe pranë Kishës Zoja Pajtore, por i cili merr pjesë në tubimet për liri dhe demokraci të Shqipërisë dhe të kombit tonë në përgjithësi. Dhe për të fund, mas erdhi edhe i fundit, e kemi vu pranë meje është Nikol Pepa. Nikol Pepa është një aktivist, një ndër themeluesit e lidhjes demokratike në Kosovë, njeri që ka vojme për burgje për të lanë kontributin e vetë kundër Serbisë gjakatare që Kosova të kenë liri. Po ashtu është i ftuar shumë herë në panelet tona kur flitet për demokraci, për liri dhe për drejtat shqiptarëve në Kosovë. Bile tash ka ardhur nga Kosova që ishte në vizitë, por edhe ky nga tha se është gjendja shumë e mjerueshme edhe atje. Dhe të shikues të nderuar, do të vazhdojmë ma vonë me bisedat tona që të ndëgjojmë menimin shkurtimisht të gjithëve. Pra edhe njëherë, mas është edhe ma i moshuri, por edhe që ka kenë në Shqipërinë ato kohra, ishte në kryetarin pëndjekurve politikë Shqipërisë, të ndëgjojmë Kaçaj Najtut, për shtypjet tuaja për momentin shkurtimisht të kësaj gjendje që po kalon Shqipëria me kryeministrin e saj të periudhës dhe biri i komunistëve, i cili përsëri në pushtet po jep shumë gjeste të këqija për mbar kombin shqiptar në këtë ditë të rrezikuara të kombit. Unë jam në demokrat me mend, me shpirë dhe me zemër. Jam në mesin e piseve që përjetuar merret me pushkatimin e 627 qytetarëve shqiptar. Përjetuar burgosjen e 34.000 e 135 burra. Dhe i dërnuan 51.119 burra dhe gra në kampe të shkarosit. Ku vdiqet nga orkestra e dini 7.022 burra, gra edhe fëmijë. Unë protestoj për
shumë gjana që janë themelore. Para pak ditëve në Parlamentin Shqiptar, kryeparlamentarja i preu fjalën një deputetit që e njeh Shqipëria, Ballkani dhe marë populli demokrat e diaspora bocë. Më pëlqeu përgjigja që i dha një ishtranier që dhe bashkëpunëtore sportist i viteve të mia, që i tha, torë të kesh, re ma poshtë se ish kryeparlamentari i komunizmit që vulloste me gisht. Në një kohë kur gjithë intelektual të zgjidhen në parlament, janë zgjidhur me grada shkencore dhe asni nuk e ngriti zanin për mbrojtjen e drejtave të individit që ka konventa ndërkombëtare. Në qoftë se lindin konflikte dhe janë konfliktet prezente nga njerëz që mendojnë se përfaqësojnë Shqipërinë edhe ju duket pak, kërkojnë të përfaqësojnë krejt diasporën edhe shtetet tjera, kërkojnë t'ju bajnë presion kokave dhe politikanëve më të mëdhenj të botës që kanë përvojnë lirinë në demokraci, janë të gabuar, por nga ana tjetër janë e rilindasit e kuq, nuk janë të rilindja, janë rilindasit e kuq, që nuk kanë fe, nuk kanë besë, edhe shesin atë dhe. Prandaj, parja edhe kriminaliteti janë gjithçka që ata kanë për zemër. Falënderit, do të vazhdojmë në vazhdim me bisedën tonë. Valentin Lumaj, demokrati i orëve të para, është edhe ideatori i kësaj tubimi të cilit unë për një herë i thaç po duhet ta bëjmë me shpejtësinë më të madhe mbase me 7 korrik, do me thonë, na kanë met vetëm disa ditë që të bëhet edhe tubimi i madh protestues në Tiranë, ku shpresojmë që ata që na ndjekin do të flasin me familjet dhe të afërmit e vet, si prej këtu, si prej Evropës, dhe të dalim sa më shumë në këtë tubim. Pra ta ishit edhe dje të ftuar në bisedën që organizoi diaspora shqiptare në Amerikë, Evropë dhe në Kanada, në Australi, për t'i dhënë shtypjen e saj, për t'i dhënë shtypjen kësaj proteste që dalim sa më faqebartë. Në vazhdim, Valentin Lumaj Urnoni. Faleminderit, Luiq. Ne kemi arsye të mëdha për të mbledhur, për të protestuar, jo vetëm ne këtu, se fjala jonë nuk është për njëri tjetrin këtu, se ne në përgjithësi i kena zgjidhur problemet tona me familjet, me drejtat njerëzore dhe me mirëqenien, por ne e kemi lidhjen me kombin tonë shqiptar, me Shqipërinë, me Kosovën, me shqiptarët në Maqedoninë, Kosovë, kudo që janë, dhe solidarizona dhe mbështesim problemet e tyre dhe ngresim na dhe në zemër për ta, dhe kjo është qëllimi i këtij tubimi sot këtu. Por për çfarë po protestojnë shqiptarët atje? Janë 1000 arsye dhe nuk kanë asnjë arsye për të mos protestuar. Shqiptarët duhet protestojnë për kundër braktisjes, shpopullimit të Shqipërisë që po ndodh nëpër masa të jashtëzakonshme të dhimbshme. Shqiptarët nuk duhet largohen. Shqiptarët duhet të jenë bijtë asaj tokë, 1000 vjeçare dhe të dalin për Zot asaj tokë. Duhet protestojmë gjithashtu ne bashkë me shqiptarët në Shqipëri kundër Ballkanit hapur, kësaj teorie gjallëzore që nuk i shkon për shtat as Shqipërisë, as Kosovës, as shqiptarëve në vise tjera ku banojnë. Duhet protestojmë për marrëdhëniet vazhdorore që ka kryeministri jonë shqiptar me ministrin e Miloševićit, me Vučićin, dhe armiqësinë dhe marrëdhëniet e egra me kryeministët dhe elitën politike të Kosovës. Kjo nuk duhet i shkojnë për shtat politike shqiptare në Shqipëri, as në Kosovë. Duhet të protestojmë për integrimin e vonuar Shqipërisë. Unë këtu, nëse më lejoni, duhet të ndaj me ju një foto. Këtu, unë jam me datën 2 prill të vitit 1991, edhe një herë, që protestoj si gjimnazist në atë kohë për para Komitetit Partisë për liri, demokraci, drejta njerëzore dhe Shqipërinë si gjithë Evropa. Me dhimbje sot e shpreh se në këto tubime, në këto protesta në Shqipëri, akoma shohim të ri 18 vjeçar, që në atë kohë ishin lidhë akoma, që akoma me 2 kishta të lartë protestojnë për liri, demokraci dhe Evropën dhe Shqipërinë si gjithë Evropa.
Shqipëria ka parë shumë hapa shumë hapa me integrimet, me procese demokratike dhe të rit studentët, gjithë shoqëria civile duhet të protestojnë për të kapur hapin e humbur dhe kohën e humbur që të Shqipëria të integrohet sa më parë në proceset integruese të Bashkimit Evropian. Protestojnë për papunësinë, rritja e papunësisë, rritja e punës fiktive, e punës që nuk prodhon të mira materiale, por prodhon vetëm kriminalitet, siç është droga, trafikimi i drogës ose kultivimi i drogës në bashkë Shqipërinë, që nuk duhet të jetë faktori kryesor i mirëqenies shqiptarëve. Shqiptarët duhet të bazohen tek puna e ndershme. Prandaj kjo protestë duhet të jetë për punën e ndershme të shqiptarëve. Duhet të protestojnë për rritjen e çmimeve. Unë u largova nga Shqipëria në vitin 2000, isha mësues në një gjimnaz, rroga ime në atë kohë ishte 120.000 lekë vjetra, ose $120. Me ato para, unë nuk siguroja as benzinën për shkon punë. Sot është e njëjta situatë. Mësuesit sot nuk me atë rrogë që marrin, me këto rritje çmimeve të karburantit dhe të konsumit, nuk mund të sigurojnë as benzinën ose karburantin me shkon punë. Prandaj kjo duhet të ndryshojnë. Shqiptarët duhet të protestojnë kundër rritjes së çmimeve. Rritja e kriminalitetit. Po e shohim lajme me dhimbje për cilin ato vrasje, këta e thonë hakmarrje midis grupe kriminale, po këta janë mbi nanash që nuk duhet vdesin. Është mungesa e seriozitetit dhe kujdesit të qeverisë për të ruajtur dhe për të siguruar jetën e qytetarëve. Prandaj me këtë desha të them se shqiptarët kanë 1001 arsye të protestojnë. Në këto protesta nuk do të jetë Edi Rama. Po Edi Rama është i fortë. Ku e merr forcën Edi Rama? Edi Rama e merr forcën tek Vučići, e merr forcën tek George Soros, e merr forcën tek disa biznesmen të fuqishëm që i ka rreth vetes, por forca e Edi Ramës nuk qëndron kurrë te ju, tek qytetarët e Shqipërisë. Ju duhet ta praktikoni Edi Ramën. Duhet që të protestoni kundër tij. Nëse gjithë dilni në shesh dhe protestoni, Edi Rama bashkë me qeverinë e tij do të bien si një gjethë e djegur letret. Prandaj mos ngurroni, protestoni me gjithë fuqinë që keni. Format e protestës janë të shumëllojshme, mos u mjaftoni me thirrje poshtë qeveria ose poshtë kryeministri, por merrni akte të tjera demokratike, pa që nevojë të jenë plagosje, vrasje apo dhunë, por ka forma të tjera, greva studentore, greva punëtorësh, ka greva urijet, ka bllokime rrugësh, ka mospagim taksash. Kryeministri i Shqipërisë me 9 vite ka treguar që nuk i bindet vullnetit të shqiptarëve. Prandaj është kohë që shqiptarët mos i binden më kryeministit shqiptar, por le të aktivizojmë mosbindjen civile në mënyrë që kjo qeveri të bjerë sa më parë në të mirën e kombit dhe të shqiptarëve. Faleminderit shumë, zoti Lumaj, di se keni shumë për ta, po do të vazhdojmë në Vladimir Visholi, gazetar, analist, demokrat, veprimtar këtu në diasporë, por që vazhdimisht të vajë ka lidhjet atje në Shqipëri dhe për krijën e Shqipërisë, zoti Zholi Mirësekirian na thoni përse shqiptarët duhet të demonstrojnë dhe mos pajtohen me këtë rrezim që kemi sot në kryeministrin në pushtetin e Tiranës. Më vjen mirë që ndodhemi së bashku për të diskutuar problemet e vendit tonë, keqeverisjen e shtetit shqiptar, se ku jemi sot. Ndjej dhe dhimbje që shumë shqiptari shikoj këtu dhe duhet ishim në Shqipëri që nga unë i pari. Por politikat na larguan për të qenë larg kulturës tonë, larg prindve tanë, dhe jemi njerëz demoralizuar. Demoralizuar përveç faktin sepse ne nuk na mungon dashuria materiale, por na mungon dashuria shpirtërore. Shpirtërore ku vatani, Shqipëria, kultura dhe të gjitha. Prandaj ne duhet bëjmë pamundurën të sensibilizojmë familjarët tonë, të gjithë ata që jetojnë atje, dhe pse jo edhe t'i bashkojnë edhe temës që jemi mbledhur sot, Shqipëria në rrezik dhe shtatë korrigo, që njerëzit shkojnë këtë masivitet për të sensibilizuar si dhe ndërkombëtarët, por dhe shoqëria. Ju bëj thirrje se shtatë korrigo është dhe mbase edhe sezon pushimesh, po të gjithë të sensibilizohen për dinjitet, sepse dinjiteti shqiptarit deri dhe deri sot është thes i miellit. Mos ndodhin të jetë thes mielli, por të jetë vërtet një dinjitet dhe të na përfaqësojnë të gjithëve të ecim përpara. Kaq mendoj unë, Luigi. Vazhdojmë në pjesën e dytë, do të kemi diskutime përsëri. Driton Demiraj nuk ka edhe nevojë prezantim, por megjithatë na nderon gjithmonë në përtryezat e tilla
kur në panelet kuftitet për çështjen shqiptare, ai sigurisht se din edhe strategjinë e rrezikut kombëtar, mbase bashkëpunimi, të themi, binjakizimi i ri me armikun dhe ndoshta ka propozuar Edwin Rama që të kemi edhe një ushtri përbashkët ballkanike me Serbinë, e cila shka nuk bani mbi kombin tonë në situatën më të fundit në Kosovë para 23 viteve, edhe sot i kemi të pa gjeturit, edhe sot nuk din baba, mama, ku i kanë familjen, ku i kanë fëmijët e vet, ku i kanë eshtrat për t'i rivorosur. Dhe ky përsëri, pa pyetur Kosovën, pa pyetur Albin Kurtin edhe ushtrinë qytetare, po ban manevrat e veta dhe pasardhëqja në emër të gjysmës të kombit shqiptar. Zoti Demira ju urroni fjalën. Ju falemnderit gjithë kolegëve, bashkëqytetarëve. Ndjehemi nderuar që jemi këtu midis jush për diskutuar këto gjëra kaq të rëndësishme për të ardhmen e kombit shqiptar, jo vetëm Shqipërinë, Kosovë, po dhe më gjërë. Falenderime edhe për televizionit e ICTV dhe ju, Luiq, për këtë temë, edhe shpresoj dhe uroj që në të ardhmen kjo tavolinë të jetë disa herë më e madhe, më e përgjegjshme, më e ndërgjegjshme dhe në mënyrë që të gjithë së bashku të bashkojmë përpjekjet për të kundërshtuar të gjitha ato gjëra që shkojnë jashtë interesit kombëtar. Ka shumë arsye pse duhet protestohet, janë me qindra, po unë do të cek 2-3 më të rëndësishmet cilat kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare dhe me të ardhmen e vendit tonë. Gjykoj që një nga çështjet kryesore që duhet diskutohet nga diaspora, e cila në gjykimin tim duhet jetë e unifikuar midis të gjithë shteteve, pasi zëri përbashkët i gjithë përfaqësuesve më të lartë shteteve në Kongresin Amerikan, përfaqësimi i saj në Kongresin dhe dhomën e përfaqësuesve, do bëjë të mundur që një pjesë e madhe e këtyre nismave, cilat nuk janë kombëtare, të ndalohen ose të agjustohen në formën e duhur. Ballkani i hapur në gjykimin tim është një çështje e cila nuk është në interesin e shqiptarëve, përsa kohë që një spari nuk është pjesë Kosova. Së dyti, nuk mund të flasim për Ballkan të hapur, për bashkëpunim ekonomik, social, politik në Ballkanin e hapur, ndërkohë që kemi përjashtime të shteteve të cilët janë pjesë e saj. Nuk mund të jetë një nisëm e suksesshme, një nisëm e cila vendi kryesor më i fuqishëm i cilës është Serbia, ndërkohë që rreth Kosovës ka ndërtuar 42 baza operacionale të gatshme për të kërcënuar, pra që paraqisin rreziqe dhe kërcënime për vendin tonë, për pjesën gjysmën tjetër të vendit tonë. Nga një anë, nga ana tjetër, së dyti, gjykoj që një vend si Serbia, e cila marrëdhëniet strategjike, partnerin strategjik, ka Rusin, i cili sot është një nga vendet, një nga rreziqet dhe kërcënimet më të mëdha globale, gjës të cilën po e shikojmë që nga data 24 shkurt e 22-shit dhe në vazhdim pushtimi pa precedent i Ukrainës dhe shkatrimi krejtësisht i 3/4 vetë vendit dhe shkaktimi i mijërave të vrarëve, miliarda dëme. Kështu që në gjykimin tim, një nisëm e cila nuk përfshin Kosovën, një nisëm e cila kryesohet, drejtohet nga një vend i cili partneritetin strategjik e ka me Rusin dhe vend i cili ka investuar disa qindra miliona dollar në atë vend, në inteligjencë, në fuqi kombëtare, në mjete logjistike, në mjete armatimit të rënda, gjykoj që si ekspert i sigurisë është i rrezikshëm. Sigurisht që bashkëpunimi ballkanik është pozitiv, është i shëndetshëm midis vendeve, pasi në një formë apo një tjetër ka ardhur koha për të gjitha vendet që të integrohen në Bashkimin Evropian, por është e qartë që disa probleme, që janë shumë probleme të qeverisë shqiptare, e kanë bërë këtë të pamundur. Së dyti, një nga problemet kryesore të Shqipërisë është korrupsioni, është pasiguria, trafiqet e drogës, trafiqet e tjera dhe largimi i popullsisë, i rinisë, që në gjykimin tim, largimi i plagja e popullsisë, largimi i rinisë nuk krijon asnjë mundësi për ardhmërinë e vendit. Dhe së fundi, gjykoj që një nga problemet kryesore është sistemi i edukimit. Në një komb ku sistemi i edukimit është i dështuar, ku standardet e shkollave, ku rinia largohet, ku mësuesit largohet, ku
ku shëndetësia, mjekët, pasi nuk shohin asnjë të ardhme, është një komb i cili po shkon drejt dështimit. Është një komb i cili po shkon drejt shkatërimit. Kështu që gjykoj që së pari opozita ka detyrimin ligjor, ka detyrimin strategjik që së pari të unifikohet. Kemi një opozitë e cila fatkeqësisht sa po jam kthy nga Shqipëria, kam qenë 4 muaj, është e ndarë. Kemi një opozitë e cila përbëhet nga Ali Begaj e bardhje ca të tjerë që nuk kanë asnjë mbështetje popullore në fakt tek mbështetësit e djathtë, ndërkohë që kemi një opozitë tjetër e cila sfundi ka ristrukturuar, ka bërë zgjedhjet, e cila është unifikuar drejt profesor Berishës me 45.000 mbështetës, që gjykoj që ka rolin dhe përgjegjësinë për ta drejtuar këtë opozitë, për ta drejtuar vendin, për drejtuar popullin drejt një zgjedhje sigurisht paqësore. Jam në mbështetje të kësaj mitingu, kësaj demonstrate, dhe shpresoj që të gjithë së bashku të bëjmë atë që kemi përgjegjësi për të bërë, për të ndikuar sadopak në përmirësimin e jetës. Ju faleminderit. Juve në vazhdim kemi inxhinierin e nderuar, analistin, profesor, i thonë profesor dhe nga mosha sigurisht, Fejzullah Abdullahi, është analist për çështje shqiptare, vjen nga shqiptarët në Maqedoni, i cili do të na japin përshtypjet si mendon Ellaj përse edhe Ali Ahmeti ju bashkangjit kësaj thirrme të Edi Ramës për të pasur një Ballkan të hapur, kur krejt Kosova dhe shqiptar tjerë të robruar në një Jugosllavi jemi përgjigjur që jo, nuk do të mbajsh pazare me gjakun ton dhe me të paret ton, kurse Ali Ahmeti si për çudi ju bashkangjit tani edhe Slavo Macedonve edhe Edi Ramës dhe e aprovoi këtë nisme. Ma thuni diçka. Faleminderit për fjalën që më dhate, që kënaqësi për mua që të flas për çështjen e Ballkanit në përgjithësi, ku janë të përfshirë shteti shqiptar edhe shteti shqiptar tjetër i vogël i shqiptarëve në Kosovë. Unë do flas në aspektin të profesionit tim lidhje me ndryshimet gjeopolitike që kanë ndodhur në Ballkan dhe çfarë do ndodhë me atë dhe çfarë kërkohet që të formohet një Ballkan i hapur, ose si që quheni më parë mini Schengen. A ka kushte Ballkani, ose në këtë rast, këto shtete që po kërkojnë të bëhet një Ballkan i hapur, të krijohet si një i tillë. Do ta thoshim një aleancë ekonomike, nëse mundem ta shprehem në atë mënyrë. Ballkani akoma nuk i ka kushte që të formohet një Ballkan i hapur i tillë. Nuk i ka të zgjidhura as çështjet kufitare, as çështjet etnike të pazgjidhura, e tash po kërkojmë të bëhet një Ballkan i hapur. Unë vinë një farë lloj përfundimi se këta që po kërkojnë që të hapet Ballkani i hapur nuk kanë lidhje fare me ndryshimet gjeopolitike që ndodhin në Ballkan. Ata nuk e di se çka studion gjeopolitika në Ballkan. Çfarë do të thotë ajo, çfarë duan të kërkojnë nëpërmjet asaj, ndryshimet të tilla që janë bërë në Ballkan. Nëse shikojmë historikisht të kaluarën, dhe shikojmë se në Ballkan vazhdimisht kanë ndrodhur ndryshime të tilla në gjeohapësirën e tillë. Ka ndodhur, po ndodhin edhe në të ardhmen do ndodhin. E tash pse lindi kjo iniciativë e këtilla? Kjo iniciativë e këtillë nisi pikërisht nga Serbia, se Serbia kërkon të bëhet një gjë e tillë. Ky Ballkan i hapur i lëvërdis vetëm Serbisë, as si Shqipërisë, as si Maqedonisë. Maqedoni është në krizë të madhe politike tani për çështjen e antarësimit në Bashkinë e Evropës që të bëhet. Ata nuk ka të zgjidhura as çështje territoriale me të shteti që kufizohet në veri edhe në lindje edhe në jug, as çështje etnike të pasgjidhura, e ashtu me radhë. Do me thënë, kushtet nuk janë të krijuara në Ballkan që të formohet një Ballkan i tillë i hapur. Mirë, po pse Serbia po vë këmbë që ajo të bëhet një Ballkan i hapur, e përkrahur nga Rusia, për fat të keq e përkrahur edhe nga kryeministri shqiptar, edhe një udhëheqës i partisë shqiptare që është më të madhe, që është në pushtet në Maqedoni. Serbia përgjigjet për disa arsye. Ajo nisi prej viti 1844 prej Nachirtanis të Grashaninit, kur lindi ideja për krijimin e një Serbie të madhe. Atëherë ajo filloi të shkojë të kundërtën për shqiptarë, se deri atëherë shkonte në superlativ për shqiptarë, ç'është mirë e më mirë. Pra asaj kohë kthehti situata e fillon keq e më keq të shkruajnë për shqiptarë. Për arsye se shqiptarët ishin pengesë atje ku janë të pozicionuar shqiptarët edhe janë më kompakt në Ballkan, ata e pengonin Serbinë që ajo të zgjerohet në disa anë.
duke nisur në teorinë gjeopolitike të një gjeopolitikani suedes në fillim të shekullit të 20, ai ka thënë kështu: një shtet që të jetë ekonomikisht mirë, që të ketë komoditet më të mirë për popullin e vet, duhet të ketë territor më tepër, edhe të ketë dalje në det. Këta e filloi të ndërmjet dy luftrave botërore kur vjen Hitleri në pushtet. Ai deshi ta okupoj krejt botën që ta bëjë më komode për gjermanët, edhe ta bëjë etnikisht të pastër, vetëm gjermanët jetojnë aty. Të njëjtën politikë pas luftës së dytë botërore, pikërisht në fund të shekullit të 20, lindi një Hitler tjetër i dytë, ai ishte Miloševiqi. Të njëjtë njësoj sikur se Hitleri e bëri edhe ky. Mirë, po ky nuk pati sukses, edhe ky kapituloi të njësoj si Hitleri. Për fat të keq tash i po lindte edhe një mini Miloševiq tjetër, që po kërkon të njëjtën gjë ta bëjë, edhe tash ka për krajin të fortë edhe nga Shqipëria. E tash po pyes ky kryeminist, a nuk ka këshilltar të tij që duhet ta këshillojnë këtë? Ti thon dalë morje. Këtë që po kërkon ti, neve nuk na levërdi. Shqipërisë nuk i duhet. Kjo i duhet vetëm Serbisë. Serbia çdo herë ka luftuar që të ketë dalje në det. Ajo thot se pjesa veriore e Shqipërisë, edhe pjesa tjetër nga anë Malitësi, ata janë të populluar me serbë të shqiptarizuar, edhe pjesë e madhe e Kosovës, pashto janë serbë të shqiptarizuar, shumica e tyre të islamizuar me arrin perandorisë osmane, do me thënë aty janë territori serbe, gjeografikisht krejtësisht i takojnë Serbisë, edhe aty duhet të ketë dalje në det sa të kërkon ajo. E tash me lufta e s'pati mundësi ta mbrijë, po e mbrin me paqë. A paqen po e jep tash kryeministri i Shqipërisë që po i mund sot të dalë ajo atje, edhe të vazhdoj punën e saj edhe të mundet ekonomikisht të zhvillohet. Pas kongresit të Berlinit, po e citoj edhe pak që ka thënë një studio serb i kohës, të vitit 1878, ai ka thënë kështu: Serbisë nuk u lejuat të ketë dalje në det, Serbia po paraqitet si shtet i mbyllur, i kufizuar, kurse populli serb, populli i burgosur. Po tash i po pyesur, po Kosova nuk ka populli i burgosur shqiptar që po e izolon Rama? Ai thot me të madhe të marr pjesë edhe Kosova, po si do marr Kosova kur Serbia nuk po njeh atë? Si do të ketë lirë, udhtim të lirë, lëvizje e lirë e popujve shqiptar në Kosovë, ka e dokumentas për ua pranor. Do thot nuk është i zgjedhur ai problem, pas zgjedhur problemi i tillë, është e kot të kërkojë di Ballkani hapse vetëm Serbisë i konvenojnë gjë e tillë, a kurse si shteteve të tjera. Prandaj jam i mendimit që kresi kategorikisht kjo ide të hidhet poshtë, të mos pranoj. Bile Evropa e pranoi, ti tha le të bëhet Ballkani hap, po të zgjidhen kushtet. Të jenë të zgjidhura kushtet, atëherë le të bëhet, por jo në kushte të këtilla, jo në situatë të këtillë që është që gjende sot Ballkani, se Ballkani është situatë të tillë që me çdo mënyrë duhet të ketë stabilitet, se interesi i fuqive të mëdha, ne kemi koloneli që njeh shumë mirë situatën, që interesat e fuqive të mëdha goditen në Ballkan, se pozita strategjike e tyre që Ballkanit, që prej Ballkanit kontrollojnë 3 kontinente, Evropa, Azia edhe Afrika. E prandaj jam i mendimit që këtu jemi mbledhur në këtë, që të gjithë të fokusohemi edhe në këtë problem që është paraqitur në Ballkan, që ajo ide krejtësisht i hidhet poshtë. Faleminderit. Ju falenderit shumë. Panelit tonë sapo ju bashkuan edhe Sokol Kalaj, një aktivist, biznesmen dhe përfaqësuesi të rinjve të vrarë në kufi të Shqipërisë në fillimet e demokracisë, është i emigruar këtu në vitin 89. Po ashtu profesor Lula Shnika Palushaj, shkrimtar, publicist, i njohur në vendlinje dhe diasporë. Dhe në vazhdimsi Zef Përgega, gazetar, shkrimtar, publicist dhe analist politik për çështjet tona kombëtare. Mirë se keni ardhur edhe ju. Dhe në vazhdim do t'i japim fjalën Nikol Pepa, është një aktivist i lidhjes demokratike të Kosovës. Tani së fundi ka ardhur nga Kosova, ku e viziton shpesh Kosovën, dhe të na thot ai se si ndihet populli i Kosovës kur kryeministri shqiptar ban pazardhaqe për interesat kombëtare të Kosovës, të bijve dhe bijave që janë zhduk dhe kallon gjakun e vet në emër të atij gjakut dhe në asaj vujtit që ka vujt Kosova, ai ban këto manevreqe që i ban këto manevrime të ndryshme, pa e pyet kryeministrin, as presidentën, as parlamentin e Kosovës. Zotni Nikol Pepa e keni fjalën, nuk noni. Ju përshëndes më spori si televizor, ju përshëndes ju bashkëdhëtar dhe miq. Une s'ka shumë se kam marrë për Kosovë, kam marrë për një Kosovë të varfër, të mrapametën, të tradhuar nga kryeministri shqiptar, i cili po ja fut thik mas shpine Kosovës, si që ka fut zogin në kohët e kalume.
Vllazën, ju e dini që në Kosovë janë vra 20.000 vetë, janë vra 2.000 fëmijë të vegjël, janë prish 400.000 shtëpi dhe një ndër ata jam adhoni i ndjekon politike dhe rrahën për vdekje, si sot pajtohem që kryeministri shqiptar vllavi jon ose kjo qeveri socialiste të hapet me Vučićin me një ish ministër të Serbisë, me një qetnik i cili ka pas thonë edhe njërin e fundit me vra për një serb, një vra të gjithë bosnjakët dhe gjithë shqiptarë. Si ka mundësi ky zotni t'ja hap rrugën prej Nishit, prej Belgradit Nish, në për Kosovën, të cilën Kosovën nuk e ka pranuar Serbia. Dhe edhe sot nuk e pranon. As nuk e pranon ato çka ka bën tonë gjatë luftës. Kishte zonë Kosovë që mos ta prisin hiç Edi Ramën, ti dalën në prit përpara aty në Kokës dhe mos ta lanë hi në Kosovë, se ky po shihet qartas se ky e tradhë Kosovën. U pa kur ra tërmeti në Shqipëri, Ramush Haradinaj shkoi me ushtrinë e Kosovës për mi pështu vllazët tonë. Ai nuk dul ta prit të hiç. Kur erdhi Vučići e priti me shumë zemërsi dhe tha, populli, ky është vllavi jon, ky na ka nimu. Unë nuk du me zgjatë shumë se folën shumë njerëz tu më përpara, por kisha një lutje të gjithë popullit demokrat, shqiptar, të gjithë popullit pa marrë parasysh të partive, qohemi të gjithë kundër tina. Unë i baj lutje dhe popullit të Kosovës, të bashkohet popullit Shqipërisë, e ta hekem një herë për që të buën këtë vllatë Vučićit e këtë birë shkallët. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kepa. Me vazhdim Arben Sokoli, aktivist, patriot dhe veprimtar për çështje shqiptare, për liri dhe demokraci. Unoni, zoti Arben, si e shihni ju këtë moment shumë të vështirë që po kalon kohë mbi jon në këto momente kritike ku nuk dimë rrugë zgjedhjen ka do të shkojmë me këtë situatë për një Ballkan të hapur dhe një bashkim të ri me Serbinë. Mirdita, faleminderit për ftesën. Unë do me hi direkt në temë për arsye se koha është e shkurt. Problemi më i madh imperativ që ka Shqipënia sot në marrëdhëniet ndërkombëtare edhe në marrëdhëniet midis pjesëve të tjera të kombit shqiptar që nuk jetojnë në Shqipëni është Ballkani i hapur. Unë do të përmbledh me një gjuhë aspekt sofistikuar, krejt thjesht në 3 pika: ekonomikisht, politikisht edhe në anën morale, sentimentale edhe njerëzore. Ekonomikisht, Shqipënia është e humbur qyse të vend hapin e parë në këtë bashkim. Pse? Sot janë vetëm 3 vende që do të marrin pjesë në Ballkanin e hapur: Serbia, Shqipënia edhe Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut edhe Shqipënia kanë një GDP sa gjysën e Serbisë. Serb pas kanë pas një shprehje: Kosova radi, Serbia gradi. Që me përkthy në shqip dhe më thanë Kosova punon, Serbia ndërtohet. Teshkja do t'jetë për Shqipërinë shumë shpejt. E di se do të ketë disa euforik që i thonë që u hapin kufit edhe u bë një zonë e lirë ekonomike. Kja është një mashtrim komplet prej fillimit deri në fund. Është një ide e vjetër qysh në vitin 2010 që sillet, që flot në për media, në për gjithkohë sa me kriju situatën që ka ardhur sot. Kja është ide e Vučićit, përkrahet fuqimisht nga George Soros, që për fat keq disa njerëz e thrasin filantropist. Vllazën, hapni fjalorin, filantropi nuk është me avancu qëllimet e veta ose një grupit caktuar. Filantropi me përkthy shqip, dhe me thanë bamirësi, pa interes, në shërbim njerëzimit. Në qoftë se dalim prej faktorit ekonomik, në kena një faktor politik. Marrëdhëniet tona janë drejt për drejta me Europën, nuk janë me Serbinë, nuk janë me vendet slave në përgjithësi. Nuk ka si gjatë keqe në kërkush s'dan mi vras, mi prej askugjajq, në kena nevojë për me pas marrëdhënie drejta
marrëdhënie drejtat, nërsialdat, reciproke, s'ka kur gjatë keqe. As gjama ma tepër, as gjama ma pak. Kur të kalohet këtë cak, na kena hub në çdo lloj tradhative. Pse? Serbia është një shtet i sofistikuar, 600 vjeç shtet. Na jena një shtet që vim prej një sistemi të lodhën komunist, prej një që të thëmë një hala nuk i kena nocionet e shtet formimit. Hala qeveria është autokratike, Edi Rama bën që të duhen vetë aty. Pra parlamenti ekziston kot. Do më thonë, drejtimi jonë kryesor është hyrja në Europë. Unë njeka me vëmendje atë konferencën për shtyp që pati Merkel para se mu largu me Edi Ramën. Aja thoshtë ti që ti bashkënjiteni procesit Berlinit, këtë thotë aja do të bëjmë Ballkanin e hapun. Edhe jam dakord me fjalën e Valentinit, ky e nin vetin të fortë. E nin vetin të fortë se përkrahet nga Serbt, përkrahet nga George Soros, përkrahet, po t'i shikosh rrjetet sociale, gazeta, gjithçka ka një eufori marramendshme për mi të mirat që do të ketë Ballkani perëndimor. Ballkani i hapun jug perëndimor. Në Ballkanin jug perëndimor marrin pjesë 7 shtete. Duhet marrin pjesë, kjo është Ballkani jug perëndimor. Pikërisht malazest e shohin me një dyshim të jashtëzakonshëm pjesëmarrjen. Kryeministri në nënor, kryeministri i Malit Zidh thotë që nuk kena nevojë me marr pjesë në Ballkanin perëndimor. Në dhjetor, Zevensk kryeministri Abazović thotë që na do të jena pjesë e Ballkanit perëndimor. Ai duket shumë e dyshim që një shqiptar vehet sot kryetar i qeverisë serbe, në cilat kushtet e tjera do të vete një shqiptar kryeministër i Malit Zi. Shikoni me vëmendje këtë punë se nuk është krejt e thjeshtë. Nuk merr pjesë Bosnia, nuk merr pjesë Hercegovina, nuk do në hiç me marr pjesë, edhe kryesorja nuk merr pjesë Kosova. Ku na çon mushka vllazër? Ku na çon mushka? A jena na për një bashkim kombëtar, apo jena për me knaq disa dimensionet George Soros, edhe grupi që ai përfaqëson. Falenderoj shumë zoti Sokoli. Në raportet tuaja do të bisedojmë në pjesën tjetër në vazhdim. Ja afroni mikrofonit, ju lutem, Pjetër Jaku, shkrimtar botues i revistës Kumeni, cili përdiq shkruan dhe vepron për situatën e shqiptarëve në Ballkan dhe këtu në diasporë. Urdhoni zoti Pjetër. Faleminderit shumë në radhë të parë HCTV-s për këtë organizim. Unë duhet të përqendrohem shumë shkurt te eksodi, i cili djeka pas 32 vjetorin e eksodit të parë, ikjes nëpërmjet ambasadave, më pas ikjes nëpërmjet detit, e më vonë vazhdimin nëpërmjet maleve, e burgjeve, e kthimeve, e shumë rreziqeve tjera. 32 vjet. Ikja e parë dihet se si kanë shku. Sot ikin pa viza fare. Sot iken me qanë shpine, si studenta, lenë shkollën, mbarojnë shkollën, gjenë punë tjera, nuk punojnë në Shqipëri, dyhen shkaqet. Pra, për 1000 më shumë shkaqe shqiptarët sot, po kur duhet të protestojnë, sot o kur duhet të ngrihen, po kush i pengon shqiptarët? Kush i pengon? Politika i pengon përqarja, i pengojnë media, të cilat po thuj se gjitha janë të blera dhe e bëjnë fush me lule atë vend. Kur sot pritet Rama me orkestra se hapi aq pak rruga, atje pritet aq se thua si Enver Hoxha të kod vet. Fiks i njëjti drejtues e ka shkretu vendin, e ka mbyllat ata dhe që kemi ne. Tani, unë thamë duhet një platformë kombëtare e lëvizjes demokratike në Shqipëri, e Partisë Demokratike, ose e forcave demokratike, ose e shoqërisë hapur, ose si ta themi, të gjithve, po nuk u bashkuan për të bërë një lëvizje, një platformë kombëtare, se ku do të arrijmë, ne do vazhdojmë të diskutojmë, e të hedhim ujin hava,
vit për vit, dekad pas dekade, se i thojnë 30 vjetë, 32 vjetë. E ne jemi prapë të njëjta tema të hymë në Evropë. 32 vjetë lutje. Kur s'na pranon Evropa me gjendjen që ka Shqipëria sot, me politikën që ka Shqipëria sot, me korrupsionin që ka Shqipëria sot. Pra këto janë detyra kryesore e opozicës që të mos mbetet në kuadrin e konstatimeve. E ngrene ta zem një problem, janë vjedh vota. Kanë fakte, u arrestuan njerëz këto ditë. Pse se çon fund këtë problem? Ngrene tjetër problem, incinerator, 2 javë o mbyll, janë burgos ministra, po vazhdojnë prapë, çojën fund këto. Pra, unë thëmë që ka koha që dikush ta drejtoj Shqipërinë. Të protestojmë, ne po bëjmë këtë me shkrime, me mjetët tjera të 30 vjetë. Po së mërim kërkon. Pra, unë kam pas ide në ka hershme që ta organizojnë, jo onë, po të organizohet një kongres i diasporës, jo vetëm në Amerikë, nga gjithë adhëtarët që jetojnë në shtetet të ndryshme të Evropës e të botës, dikun të mlidhen, sepse janë më shumë jashtë se brenda. U falenderit. Në vazhdim, fjallën do t'japim Gjek Njuma, një aktivist demokrat, ka ardhë ma vonë se në Amerikë, nga kastrati me prejardhe, nga thuaj diçka, si e njën vetin këto momente të situatës aktuale në vendinjën tonë, në adhën tonë të dashët. Përshëndetje televizorit e TV. Arsye pse më mbledh sot është se gjendja ekonomike dhe gjendja e shqiptarëve në Shqipëri është e mirëme. Qeveria që drejtohet nga Edi Rama po vërtetëson jetën e shqiptarëve, shqiptarët po marrin rrugët, rinia po largohet nga vendi, gjithkush i linun menon se si të largohet e të ikë për një jetë më të mirë. Më shtes protestet e 7 korrikut të organizuar nga opozita shqiptare si një mjet për të kundërshtuar gjendjen ekonomike, rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore, rritjen e çmimeve të karburantit, papunësinë, rritjen e kriminalitetit, rritjen e korrupsionit dhe pasigurinë e jetës së mirë. Kundërshtoj dhe protestoj dhe ftoj të gjithë adhëtarët tanë shqiptarë që të kundërshtojnë çdo ide të qeverisë së zotit Rama për bashkëpunimin për Ballkanin e hapur. Ballkani i hapur nuk i shërben shqiptarëve. Ballkani i hapur i shërben Shqipërisë, i shërben hegemonisë saj në Ballkan për një Serbi të madhe. Prandaj ata thonë që Ballkani i hapur i shërben ndalesës së luftrave, por nuk ashtu kjo. Sepse po njohin në Kosovë si shtet pavarur nga ana e Serbisë, kjo nuk i shërben shqiptarëve. Prandaj bëhet thirrje gjithë shqiptarëve që të protestojnë kundrejt këtyre pakënaqësive dhe drejtimit të dobët të qeverisë Rama. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim Lazar Kakariqi, patriot, aktivist, demokrat, që përkrah lëvizjen për një rigrupim të ri kombëtar për drejta dhe liri që ju takojnë shqiptarëve ashtu si e meritojnë e jo me një Ballkan, me një Serbi ku dominon vitrojët tona përsëri. Urnoni fjalën. Mas e vërtet, shumë faleminderit për fjalën, jam Lazar Kakariqi. Kam përgatit diçka shkurt për mos mu bë përsërit sepse gjithë po i prekin pak a shumë të njëjta temë, nuk mundem ndaj pa përmend shqetësimin tim të madh për sa i përket tentativës kësaj qeveri me e kthy Shkodrën një provincë, me e kthy një qytet bukur të vjetër si Shkodra me plot mundësi në një qytet mbrapamjetën i cili nuk ofron asnjë gjë për qytetarët e saj përveç se ikjen. Edhe ikjen e ceku profesori pak më përpara, kështu që nuk po zgjatem tepër, por kjo është biseda që ne kemi me çdo mik ose familjar, gjithë dojnë me ikë. Edhe ne kemi ikë për ma mirë, nuk është krenari për me ikë. Unë besoj që ikja e dëmton vendin, sepse ma të mirë t'ikun. Ato mundohen për me guxu, për me kriju një jetë ma të mirë, duke e lënë vendin atë gjendje që është. Sot për sot,
Mira, shkurt, që mos më marr shumë kohë, unë mendoj që e vetmja zgjidhje është protesta, është përkrahja e Partisë Demokratike, bashkimi të i lanë me njëan gjitha dallimet që kena ndërmes njëri tjetrit, edhe protestimi jo vetëm me shtat, por edhe në datat në vazhdim deri kur të rrëzohet kjo qeveri. Faleminderit. Faleminderit shumë. Në vazhdim Luis Tërbyci është një aktivist, një ndër themeluesit e Partisë Demokratike në Shkodër dhe në Kam, dhe tani Partia Demokratike po shihni se ka vojti, sepse Rama me veglat e veta veç e bleu një pjesë të madhe të saj. Çka mendoni për momentin e situatës ku Edi Rama me Vučićin po luan si po do vetë deri tani, a mendoni që mund të ndalohet ky njeri dhe si? Vazhdoni fjalë. Faleminderit për shëndetje, mirë se u bashkume. Penisit e fjalla që i the që a menon se Edi Rama do luajë me shqiptarët, jo. Shqiptarët nuk do ja falin. Ai ka rënë zgjak me të gjithë shqiptarët që i duam atë vend, pavarësisht se kena ikna për jetë më të mirë, por kryt edhe fondet tona janë për në Shqipëri. Edhe na do t'i dalim zot me çdo çmim në vendlinjes tonë. Sa do mundohet, na kena rrëzuar në verin e klikën komunistët vitet 90. Nëse na kërkon atë dheu, jemi të gatshëm të shkojmë prap, ta rrëzojmë edhe të vinë Ramën, parësi ai kur erdhi në pushtet, erdhi për spitale më të mira, erdhi për rroga më të mira, erdhi me sloganin që do krijoj 300.000 vende punet, faktikisht e shpopulloj Shqipërinë, e pra ne kam edhe logon këtu, Shqipëria në rrezik, pikërisht prej këtij horit, prej këtij rrugaçit, prej këtij njeriu që s'ka pikë moralit, se po të kite moral, nuk shkon si zhelaman, si bamb atje në Hag, në Hag, jo po në Këshillin e Europës për të na përfaqësuar ne, dhe kur nuk e pranon Shqipërinë Europa me këtë rrugaç. Pra këtë i thirrin menes e të shërbejmë shqiptarve se ka kadadis kesh Shqipërinë, na nuk do e lejojnë. Arsimi është më kes, si që thanë parafolësit. Shnetësia mos më kes. Ngel me nane për dyrt e usteriunjeve duke që lek të afërmet tonë në Shqipëri për të mjetu. Fal këti burri si s'po din me shërby kombit tonë. Pranej, na protestojmë me çdo mënyrë demokratike. Ne me në ti flamurit, a dheu tonë, që i dirams, kur na nuk do japin mundësit na kes qeverisin e na kes përdorin vendin tonë. I bëj thirrje të gjithë vëllezërve motrave shqiptare, me datën 7, të shkojnë protest, të lanë Facebooket, rrjetet sociale, të lanë kafet, të shkojnë protest, mos me 7 për çdo ditë, çdo muaj ta kenë datën 7 para kryeministrisë. Nëse ky njeri po morr vesh, nuk merr vesh. Sepse nuk e kena pru, nuk i kanë votu as socialistat, nuk e kanë votu me kes qeveris, as me kes përdor qeverin në emën të popullit. Para disa viteve kur erdhin në pushtet mandatin e parë, tha do bëj reformën territoriale në Shqipëri. Dështoj, tani do me bo reformë zoja në emën drejtësisë, bashkimin e gjykatave. A ka mundësi ju të nderuar bashkëkombas e çdo qytetar e ndershëm, si mund të udhtoj një shqiptar nga Dugazini, nga Vërmushi, nga Konispoli për një çështje divorcit, a për një çështje që mund ketë në gjykat në Tiranë. Për çfarë do shkojnë ta shqiptarët, tu e pas gjykatën në rrethin ku banon. Apo ky zot një urxoj shtëpiat shqiptarëve, edhe tani do m'ja ushit avokatëve, edhe do m'ja ushit qytetarëve, e po na nuk do ta lejojmë. Ne na ka te kryeministria, të gjithë na bashkë kena potencialin me inxhiniera, kena me avukatën, kena me kolonel, jena nxjenja me morë në ndorë që në këtë moment shtetin tonë, Shqipërinë tonë me i dalë zot. Pra ne e dinë Rama t'i thirin menjes mirë, e mos të japin urdhë atje nga Sorreli, po t'i dalin zot venit, e mos t'a shpërdërojnë besimin që i kodhon edhe vetë socialisti, po t'i shërbejnë vendlinjes për nyshe i tikun, edhe jam për Rama ikë, se je pa dëshrushim për velinën tonë. Faleminderit. Në vazhdim, Ednik Toma është i pa parti, por e don kombin shqiptar, e don lirinë, demokracinë, nacionalizmin dhe bashkimin e kombit shqiptar.
urnoni fjallën dhe amendoni që jo vetëm përkrahet në Shqipëri, në Tiranë, po kudo shqiptarët ta përkrahin këtë lëvizje për demonstrojmë edhe jashtë atë dheut, jo vetëm në Shqipëri, që të rëzohet kjo lloj politike që po drejton sot në Tiranë. Jo për zgjidhje edhe për televizorin shqiptar, edhe për ftesën Valentin Lumajin. Unë do flas shumë shkurt vetëm për problemin e hapjes së Ballkanit. E mendoj që është një vendim shumë i gabuar. Se politikanë shqiptar vuajnë nga sëmundja e Stockholmit. Ata janë frikacak, janë smur. Si mundesh ti të bash një marrëveshje me Vučićin ku ai Serbia vrau me 20.000 shqiptarë në Kosovë, por ndoj sa femra. Djegus me, si shtaj parafoli për para, si ta 400.000 shtëvi. Unë jam edhe me Ballkanin e hapur, por për para kërko falje. Paguj dashpërblime që na bane. Pranoj Kosovën si shtet. Edhe masanej mundna me diskutuar për Ballkanin e hapur. Na shqiptarë na do të mendojnë që të shkojmë në Evropë, jo të shkojmë në lindje. Edhe kështu të kisha për tonë, ju përshëndes gjithëve. Prandaj themi ne mrapsh na ka leç për gati një gjysmë shekulli. Urno zoti Dushaj. Faleminderit Sloveç, faleminderit ACTV, drejtori. Marr rastin të gjithëve të mu përshëndet. Na jem si popull e ngojnë e ujku tash sa shekuj. Shqiptarizmi është me hale, ka problemet e veta. Na pa me te jeshtu zbashku të me diskutua ato probleme a shumë shtirë me zgjell. Një priqim na, njerëzit që hinë pozita, e janë ateista, janë komunista, slavo komunista, le bashkëpunojnë me anë miqë tonë shekullor, me ne zgjell problemet tona kur s'kanë mu zgjell. Tanë gati njitna, i njohim si këtë që janë tash, si ata tjertë, si ka disa tjertë që me të vërtet duket njeri i mirë, po njëjtën kohë punon për anë mikun e gjinet pas 10 vjetëve. Ashtë kënë një rrugovë që i vetë kam valurua me atë paqësin e ti na ja ka zohë tonë botë se kush janë populli jonë shqiptar, dashamirës, i paqës, i rregullit, i traditës kombëtare, nacionale, e le botnore, dhe më thanë, e le morë shqiptarizmi në emën të malën të në botën. E di këtu para 14-15 vjetëve që me i patha dikuj jam shqiptar të ka këqyr panet, e le ta ka këtu shpinën. Sot, gjithë jena krenar, pe i veprave të njerëzve që kanë banë këtu në migrim. Unë jam për Ballkanin jo të hapën, unë jam për demokraci me protestua paqësisht, me deri në nivelin që na të fitojmë atë Shqipnin e male. Bashkimin kombëtar, mos punoshim na kur kushi s'ka me ne zgjell hallet tona. Mos punoshim na kur kushi s'ka me dit ato problemet tona që i kena. Na menojmë se për shembull turku, shkjall, njerëzit që s'janë kompetent kanë me ne zgjell ato probleme kur. Pushtuesi vjen me cakatua, me bagjeder, me qa, me përqa, ele do me thanë, ele frymen me ta marë, ele mos me të lanë me egzistua as pak si popull. Na duhet mu qupe i gjumit, le me vazhdua rrugën tonë demokracisë për liri, për çdo gjë që është e mirë shqiptare, apo shqiptarizëm në përgjithësi në tonë botë. Ele inshallah ka me dominuar shpejt bashkimi kombëtar sa ma parë. Zbashkut me Malsinë e Madhe, me Kosovën, me Çamrin, me shqiptarët e Maqedonisë, edhe me Shqipërinë na. Rënoshi. Zoti Dushaj në vazhdim, profesor Lulashnika Palusha, shkrimtare, publicisti i njohur, na thuni pak edhe pse vim ne nga shqiptarët e robnuar në malin e zi, jemi pjesë e pa ndarë Shqipërisë etnike, dhe kur dikush flet edhe në emrin ton, që Serbia të mbizotojnë në trojet tona përsëri dhe dalë në Ballkan, të shkojnë në Durrës, të marrin skelën e Durrësit,
edhe ushtarakisht kemi një ushtri përbashkët me ata që nuk kanë lanë gjapa ba deri në komin tonë. Si e shini ju këtë situatë administrimit që po banë kryeministri shqiptar dhe Tirana zyrtare? Në rallë të parë, përshëndes gjithë pranishmit. Dhe është një kënaqësi e veçantë, po e shprehi me zemër që jemi së bashku. Është një detyre madhe që gjithë shqiptarët kudo janë, e ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, t'i urojmë ditën më të madhe katërkorrikun pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, e cila e ka në vepër madhështinë për ta nderuar se të jetë historia shqiptare Amerikën. Për shumë çështje e atë kronologji se cili që donë ta dinë se kush është shqiptari dhe ç'do të bëjë shqiptari, atë patjetër ma merr mendja se e din. Unë të shikjue çdo ditë çështjen e botës shqiptare. Po kam kënaqësi këtu që në mesin ton kem një general, unë e konsideroj një njeri që ka përvojë politike, ka përvojë ushtarake, ka përvojë mbi gjitha shqiptare dhe adhetare. Dhe mos të harroje asnjë njeri shqiptar, kush nuk e njeh historinë shqiptare, kush nuk din në plejada dhe kronologji shekujsh, se është derdh gjaku shqiptar për një Shqipni përbashkët dhe nuk ka djeni për të bashkuar shqiptarët, ai nuk meriton as prezident, as kryeministër, dhe as një kryebashkiak, as një ligjor. Duhet i kthejmë kësaj se bota shqiptare tash 30 vjet ku jemi shumë, unë për vete në zemër jam shumë i lollun, si të thuash, kem pësue një dhimbje të madhe, çka shty e bota shqiptare? Edhe në Kosovë, mbi gjitha në Shqipni, në Maqedoni dhe ku do janë shqiptarët. Shqiptarët në mes veti duhet ta pastrojnë. A janë shqiptar dhe t'u largojnë sunduesve të huaj turq, grek, serb, malazez, jo për t'i fye, jo për të ngre pushkën, se kur në histori shqiptaria s'ka ngre pushkë për t'i marrë kuj pjesë, territor. Por më dhim kjo, pse në universitetet shqiptare, në të vërtet të vjeçare, në shkollat mesme, nuk pregaditen dhe para pregaditen shqiptarët për një shpirt të brezit të ri, se ku e ka nënën e vetë, ku e ka adhen e vetë, dhe ku e ka babën e vetë. Dhe ajo që ka vërtet me pezmaton në zemër, kjo botë shqiptare, shikoni e duhet jem real. A ma fort me e dasht po ja përmendi emnin Erdoganin, Putinin, dhe a ma fort me i dasht ata të cilët në lanë të soptuan, dhe unë për vete them, e kom shkru një vepër të fundit, më shkretnuan zemrën. Evropa kur në histori ne saksisht nuk në ka dalë zot si duhet me të vërtetën. Ate e ka thonë dhe fishta, dhe kur e shef fishta, i demoralizuam, i shkatruam me të 14, që shqiptarët nuk i qojnë fëmin me mësua shqip, po i qojnë në përshkollat huaja, dhe në fund thotë, o shqiptar, shikjo, kërkoft me shkope me strajc, aj që nuk e donë Shqipnin dhe gjuhën Shqipe. Dhe shkoft, fare e ti, tamën e humbun si parja e kuqe në leqës qindet. Dhe më kom mëndu edhe më falë që po zgjas pak, a vërtet namat e këtyne njerëzve, dhe nuk e nderojmë gjakun e saj, qina mija dëshmorve, herojve dhe heroinave? Ku jemi ne? Nuk është se duam ne të fyem diken, mos t'i shohim të tjerët me sy, por po i kthem Ballkanit hapun, zotni Luiq, po në tëna kronologji, kush din e kush i lexon dhe në të vërtet, kush e din gjakun e derdhën me viktima, që është Todor Zhivkovit, në qëfë se po ja thëmë mirë, të Bullgarisë, që kanë kërkuar me kriju federat, dhe tjenë të gjithë bashkut, ajo doli një mashtrim.
Edhe në veri me titon mashtrim, edhe në Bujan në gnyen, edhe për Tivarin në masakruen, edhe për Greqën nuk e pranuan asot dhe se pranojnë kush është në histori ai deqic legendar që pas 450 vjetë dhe gjesë Kastriotit njaj flamur ka valit dhe valon tanë kohën të shqiptarë. Dhe shikjo, Ballkani i hapun, po Edi Rama se besoj se e din historinë shqiptare. Dhe po ta dinte se çka është Kosova, masakrat në Kosovë, dhe po ta dinte kush është Vučići me tonë ata Vučića që në përshkollat mesme dhe në universitetet njajten indoktrin kanë për një Serbit male. Dhe a jemi në nëvehte shqiptarët mos me kuptuar. As po ka pasunin Shqipnia me Kosovën, gjithë sa duhem. Edhe Adriatik, edhe minjera, edhe buk, edhe minsër, edhe pem, edhe çdo gjë që ekziston nga natyra për ushqimin e njerëzve. Por është tjetra, pse shqiptarët i largohen njëri tjetrit dhe nuk konsolidohen me njëri tjetrin. Dhe po e përfundoj, nuk ka kun në histori të konvencave apo instituteve që një ide e dikujt, si Edi Ramës, e mos kaloj në forumin më të lartë të institucionit shtetnor në parlament, ata nuk ekziston kurkum, dhe leta din ata se Serbia me Open Balkan fiton ekonomi, fiton politik, fiton Bregdetin. Në mbi Zotnon, mbi Malinezi, shqiptar pa tjetër se ka të non mos Rusi që larga saj mos realizohen se që ka ban influenca slave. Dhe po e përfundoj këta. Në qoftë se ne nuk vazhdojmë shqiptar, dhe për shqiptar, e si shqiptar si duhet, nuk ka Zotin e qiellës mundet me na ndihmue se tu e rrejt Zotin, gjoja se jem shqiptare, zvepron si shqiptar, s'ka kush që mund të ndihmoj. Ju falenderoj për këtë vëmendje dhe kërkoj falje se gjata pak, por jo Ballkanin e hapun pa e prenua Kosovën shtet, pa mvarun, të paguhet gjitha masakra që ka ba, dhe të merret vesh, dhe Evropa është qendër me Amerikën për botën shqiptare në rëmëni. Kaloshi mirë dhe sukses. Profesor në vazhdim, zot Nezer Përgega, shkrimtare, publicisti, cili me analizat e veta shkruan dhe vepron, shprej se ka në Amerikë dhe din se Ballkani i hapur është një plagë e madhe për shqiptarizmin dhe besoj që do ta mbyllim për pa filluar ende këtë fëmijë që do të jenë, besoj që mos tin kur. Vazhdoni në vazhdim zot Nezer Përgega. Sa për sqarima do ta kemi pyetën do t'i konsumoj me një rast. Vazhdoj ma vonë, po një herë reprezentativ. Si mendoni për momentin e situatës për Ballkanin e hapur dhe politikën që po ban Tirana zyrtare ndaj pjesës tjetër në dam të pjesës tjetër. Falenderoj pjesëmarrësit dhe është një shenjë mirë i bashkimit. Luigi që ke treguar veten e CTV ka qenë i hapur vazhdimisht dhe duhet bëhen edhe jo vetëm për këtë rast, por në vazhdimsi tema, diskutime temat e tilla për Shqipërinë tonë. Unë ka bërë një shkrim për revoltën, për pjesëmarrjen në protest, arsyet pse duhet dalin shqiptarët në protest. Falenderoj Nervisin dhe Nova Median që kanë transmetuar dhe disa media tjera që numri i tyre ka rritur në 70.000 vetë. Por dje nuk patëm mundësi të flisim pak me profesor Berishën. Nuk e di për çfarë shkaqes, nuk e kam marrë vesh akoma, por do të sqarohet arsye pse ka ndodhur kjo. Në mendimin tim, ekziston përsëris që Shqipëria, politika, por edhe mediat dhe opozita nuk kanë lidhje me diasporën shqiptare. Diaspora shqiptare është kontributi shumë i madh për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Kam lexuar shumë libra dhe në rreshtat e tyre më duket se akoma lotojnë rreshtat e tyre për Shqipërinë, për Kosovën dhe për Çamërinë. Unë i kam bërë thirrje edhe fëmijëve në bark nënës me dalë në revoltë, në mënyrë që të mësohen me shpirtin e revoltës. I kam bërë thirrje që dalin për gjakun e dëshmorëve. 30 vjet akoma flitet për të përsekutuar politikën në Shqipëri.
arsye për dalë në revolt, për menimin tim është se atë dheu im ka mbetur pa atë dhe. Tani për Ballkanin e hapur. Unë mendoj që më mirë Shqipëria do të ishte e hapur me diasporë, me 1.200.000 shqiptarë që ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ishte hapur me Amerikën, të ishte hapur me Anglinë dhe me shtetet perëndimore, të cilët arritën, domethënë i dha një lloj shpërblimi Shqipërisë me Kosovën shtet të pambarur. Për të thënë dy fjalë për Ballkanin e hapur, ne shqiptarët harrojmë shpejt. Por 1989 Ramiz Alia ka përcaktuar projektin e këtij bashkëpunimi ballkanik. Domethënë është në ndosjet e Partisë Socialiste gjithë platforma e Ramiz Alis se si e mendonte ai në 89-ën Ballkanin, nuk thoshte Ballkani i hapur, por një konfirmim, një bashkëpunim në mënyrë që të dilnin gjoja nga kriza që kishte mbërthyer sistemi komunist. Në 1953 Josip Broz Tito ka marrë një fjalim në Shkup para popullit të Shkupit dhe ka deklaruar në Shkup Ballkani i Ballkanësve. Pastaj kur erdhi procesi demokratik, Dimitrovi në Bullgari ka paraqit platformën e një konfederate ku do të përfshishin gjitha shtetet ballkanike. Të gjitha këto nisma janë të vjetra, por etiketa ose boja është e re. Ka ndryshuar vetëm një etiketë, është si puna e restoranteve në Amerikë, që ai buildingu është i njëjtë, vetëm se ai blen biznesin, vën një new management, edhe ky është një new management i platformës së Edi Ramës. Tani, unë aty, nuk do zgjatem për këtë Ballkanin hapur, po mendoj që të hapesh ndaj vendeve ish komuniste, kjo është të bish në kthjetrat e tyre. Serbia nuk është e hapur ndaj Kosovës. Ne nuk jemi të hapur ndaj njëri tjetrit. Ne kemi traumë midis dy shteteve. Si do ta fusish Kosovën ti nën sqedhull, si një arkivol nën sqedhull, ta mbash ti një popull të vujtur, një popull që ka derë gjakun për liri, një popull që mbin gruni mbi gjak, të shkele shqiptare mi shqiptare. Prandaj duhet punuar shumë që të shuhet urrejtja midis shqiptarit ndaj shqiptarit. Për sa i përket pikave tjera, unë kam disa pika për Partinë Demokratike, ato që kam patur mendim t'ja them, do t'ja them sot nëse jepet mundësia. Falenderoj. Do të kemi radhën nëse këtë bim është paneli përbashkët. Shqipnin të gjithë të një loj, atë dhe unë tonë, dhe do t'japim fjallën edhe dy të ftuarve panelistë që i kemi këtu, që të nga përshëndetin shpaku shkurtimisht. Gjovanin Gjeda e aktivist i çështjes kombëtare, i cili do t'i thonë disa fjalë si e njën vetin ai në këtë moment të kësaj politike, cila është shumë brengose për neve. Çka thua ti, duhet përkrahur kjo protestë? Televizje masive shqiptarëve për liri që po vazhdon në Tiranë dhe shumë shpejt do të kemë kjo protestë e re. Po sigurisht, tonë solidarizohet me gjithë para. Do bje mikrofonin të lutem. Lovish, faleminderit për ftesën, faleminderit Valentin për ftesën. Jam shumë i lumtur që jam në gjirin tuaj, diskutojmë për çështje shenjtë, sigurisht çështja kombëtare, edhe procese demokratike mëna për mëna adhëuton. Unë bashkohem dhe solidarizohem me protestuesit në tokën nënë Shqipni, me të gjitha shqetësimet që përballet sot mbi jon. Sparit mua ballkanizimi i kohëve tona më ngjason me Federatën Ballkanike që e trempetonte Enver Hoxha në 46-ën. Në njërin anë Ranković i vriste shqiptar atje, nacionalist, ishin masakrat jetuzit, masakrat e njëpasnjashme. Në krahun tjetër Enver Hoxha trempetonte me të madhe Federatën Ballkanike, marrëveshjet me Titën dhe Dimitrovin, që cilat sollën ranimin ekonomik dhe politik të asaj kohë të Shqipnisë. E njëjta gjë si që përsëriti zoti Përgeka në 89-ën, Ramiz Alia për të pështuar regjimin e vet trembotoi të njëjtën kohë, por nuk i premtoi kohë. Tash Edi Rama me këtë eveniment që po diskutojmë, mua më duket që zbe vizionin europrenimor të komitan. Slavizon Shqipnin edhe jep hapësinë
e Serbisë që është krahu i djathtë i Rusisë. Unë protestoj për politikat e mbrapshta fiskale, ekonomike që i ushtron administrata Rama në Shqipëri. Për shembull, ulja rritja e çmimeve, rritja e çmimit të energjisë, rritja e çmimit të naftës. Ne jena vend i pasur, Shqipëria është vend i pasur me hidrokarburë dhe vepra hidrike. Edhe po paguhet 3 fishin e 4 fishin, një lloj si qytetari gjerman. Edhe të gjitha ato shëndetësia, arsimi, rrogat e punojësve të trajnit të ushtrisë janë për tokë, janë qesharake. Është e dhimbshme, nuk di se si ta përshkruaj, veç pa është një fokarallëk i tmerrshëm. Pensionista me 30.000 lekë pensionin, qytetari shqiptar ose që ka punuar 40 vjet nuk është i zotin për paguar dritat. Nëse si paguë, e arrestojnë edhe i futin në burg. Plaka, njerëz me aftësi të kufizuar. Këto mbajnë që të solidarizohen plotësisht. Jo me ata, po edhe me revolta tjera që po do pasojnë mas asaj dhe shpresojnë unifikimin e djathtë, sepse është e përçam e dira më njën ku realizoj qëllimet e veta, përçau djathtën edhe më ka të ku me kënë Shqipëni, me që janë se në bradh shokshë, pa ka shumë e një tjetrin, po aty diku në Shkodër, aty një lokal, i Faraj Halibega, që ishte e që e përmeni profesori më përpara, ishte formu aty një tavalinë, e kishte këthër një si tavalinës që blinë të shiste votat e demokratëve. Me fjalë idealet tona që unë jam prej Dukazhinit, këtu ka dhe malësor që janë një popullsi e masakru, me pushkatu, me vujtë në burgje, ala burgje, ato moret e qelive të rrjedhin gjak të parë vetarën, të njërës vetarën, aj në mënyrën matë pas krëmullt, bleshet idealet tona. Me cilësinë e kryetarit e grupit parlamentarit Partisë Demokratike. E këto nëjnat nuk di qatë, për mjene është gënyën. Por shpresojmë se doktor Berisha do të unifikojnë djathtën Partinë Demokratike dhe do të fitojnë. Faleminderit shumë të vërtet. Vazhdojmë në vazhdim edhe një panelist që s'kem paras deri tash më dhënë fjalën, Sokol Kala, aktivist, biznesmen dhe përfaqësues i trinjve të vrarë në kufi në malsinë e madhe në vitin 89 ka emigru këtu, urnonin a i thoni edhe ju përshtypjet tuja se si malsorët mendon se do të përkrahin këtë protest, dhe protestet tjera në vazhdim deri sa të vinë ajo që ka mendojnë për të mirën e kombit. Po, faleminderit Lëvish, faleminderit kanalit televiziv. Unë për menimi jem se unë kam i nga Shqipëria që është në vitin 87 në kohë të komunizmit, e largua që është në atë kohë, por është një fjalë, jam shumë i vëzhgueshëm ka shi kanale televizive zanave, vëzhgoj shumë zjara që kanë jashtëzakonisht nuk kanë vene në trojet tona, në tokat tona. Nga ana politike, nga ana shumë gjana tjera. Por është gjaja ma kryesore se është 32 vite që janë demokraci, thomë demokraci, por populli në një anë nuk ka demokraci dhe nuk ka liri. Demokraci dhe thush e t'jesh i lirë të shkosh nga të dush dhe të bësh që dush, të folsh që dush. Në Shqipëri nuk ka këtë demokraci. Një gja se demonstratat që po flasin për demonstratat e shtatë korrikut, janë ba shumë demonstratat në Shqipëri. Asnjë nuk ka ma provë. Pse thu? Është vetë se populli shqiptar, si unë, mund të tjerë, o 2-3 tjerë, ose ne tjetër, ose por një, por janë të fërmëzuam karshi politikanëve që janë në fuqi tash 30 vite për Shqipërinë. Një kohë që ata e njëjta politik është 30 vjeçare, edhe është e njëjta politik e dy palëve. Nuk është pësës, lësës, pëdës, është një gjatë që luajnë me poplin, me frymën e tyre, me korrizën e tyre, ditë për ditë. Sot të thomë ne se një punëtor i thjesht në Shqipëri punon 30 ditë, mund t'i dalin sa t'jetojnë se një kafshat bukë. Kurse qeveritarë tonë kanë makinat makluzioze që janë konë në botë, që i thonë bajnë rreth 60.000 dhe 200.000 dolar. Po na duhet të dalim me shtatë korrekt, or populli shqiptar që është në Shqipëri, duhet dalin me shtatë korrekt në demonstrata, vetëm një gjanë. Mos këshyrin partit nga ana e partive, të dalin, të demonstrojnë, të kërkojnë drejtat e tyre, e mos t'i japin
drejten diktatorëve që të hanë e të jetojnë luksozin e tyre në korrizin e popullit. Do të thotë ju menoni që është problemi madh edhe ekonomik, jo politik. Është ekonomik, problemi ekonomik është në Shqipëri është jashtëzakonisht shumë keq. Po politika është ajo që ala politikanët shqiptarë po thomë 30 vitet e fundit se nuk po flasin për punën e komunizmit, po ato asnjë gjë nuk banë për popullin shqiptar. Ata lanë popullin shqiptar në vujtje, i lanë një copë bukë edhe thanë tani zgjidhet i vetë. Ashtu, po flasim edhe për Ballkanin bashkuar si e kërkon Rama apo Vučići, është një gjë që është nis ka herë e histori, po kjo histori nuk do të bëhet kurrë. Do të mesim utopish besoj. Do të mesim që një copë letër, një tjetër do t'i vinë fuqi, kjo është një gjë që largohet, se nuk mundesh ti të kalosh në tokën time pa të dhënë drejtën unë. Se bashkimi i Ballkanit nuk është vetëm se Shqipëria, Maqedonia ose Serbia. Është Kosova, është Malizi, Bullgaria, janë shumë vende tjera që janë që Tash nuk mund të kalosh mbi korrizin njëri tjetrit për gjëra që ke shifti të bashkë është gjëra që nuk për mendimin tim ajo gjë që nuk do të bëhet kurrë. Faleminderit. Zoti Demirit, bëjmë një bashkë bisedim, çka mendoni ju, edhe po udhtoni shumë shpesh kohëve e fundit në Shqipëri, edhe nga ana strategjike e politike dhe ushtarake, sa mendon që është dobësua opozita dhe sa do të damtojmë kjo suksesin e opozitës shqiptare, por dhe të shqiptarëve pa partinë përgjithësi për të treguar pak kënaqësinë e vet me këto revolta që vijnë, edhe me demonstrime edhe me mjete tjera, sepse këto ka mundësi të çfarëdo lloji që të përmbyshet ky regjim. Si e shihni ju situatën, si mund të rrezohet ky diktator, ky mafioz i cili e ka marrë peng kohën shqiptar? Spari, në gjykimin tim, mendoj që në rast se nuk do analizonim ku është sot qeverisja e Shqipërisë, situata politike, do bënim gabimet, dilim në përfundimet cilat ndoshta do na provonin gabimisht. Gjykoj që qeverisja e Ramës e sotme është fuqizuar jashtëmase. Pra, opozita shqiptare e përçarë është një situatë në gjykimin tim e vështirë. Të vështirë për të arritur atë objektiv që ka strategjik. Tashmë këto 9 vite e kanë stabilizuar në thojza, në gjithmonë në drejtimin e keq, jo të mirë, qeverisjen e Edi Ramës. Do duhet një aksion i madh opozitar, për arsye sepse qeverisja dhe opozita e Partisë Demokratike në 8 vitet e kaluara ka qenë e tradhtuar, ka qenë e dobët, ka qenë e gabuar. Dhe fatkeqësisht kjo edhe për gabimin atyre që sot drejtojnë Partinë Demokratike. Do të duhej që në rast se duam të arrijmë fitoren, duhet të zbatojmë atë që quhet lessons learned, mësimet e nxjerra, pra gabimet e skaluars për cilat profesor Berisha ka folur gjatë këtyre 10 muajve pothuajse për ditë. I ka dëgjuar në përfoltorët, i ka dëgjuar nga demokratët, i ka dëgjuar nga njerëzit të cilët nuk janë me parti si zotëria. Është një qeverisje shumë e fuqishme, e pasur pafundësisht dhe problemi më i madh në Shqipëri është, kolegë e miq, se në Shqipëri nuk bën zgjedhje. Kushdo nga ju që nuk ka qenë në Shqipëri, që nuk shkon në Shqipëri, unë shkoj 4-5 muaj vit. Në Shqipëri s'bën zgjedhje. Si do i fitosh ti zgjedhjet në një vend ku nuk ka zgjedhje? Zgjedhjet blihen, vidhen, përdoren paratë e drogës, përdoren punësimet që ka administrata, e cila për jesë vërtetës të 9 vitet e fundit është rritë mbi 45%, dhe është shumë e vështirë. Dhe për ta përmbyll, unë gjykoj që duhet një aksion për te Partisë Demokratike. Pra në këtë lëvizje që ka filluar tashmë dhe shpresoj që të kthehet në një furtunë që të bashkohet gjithë populli shqiptar. Sepse këto konsekuenca, këto korrupsion, këto krim, këto drogë, këto trafik, këto shtypje ligj, mos zbatim të fjalës lirë, shkelje pronës, vjedhje pronës e me radhë se janë pafund, duhet t'i ofrohet
e çdo qytetar shqiptar. Edhe një person i majt, i cili e vun konsekuencët e çmimit të naftës, bukës, dritës e me radhë. Kështu që duhet një aksion i madh opozitar, pasi 9 protesta ka bërë opozita në 8 vitet e kaluara. 6 herë kam shkuar në Shqipëri. Kam bërë rrugë nga Amerika, bashkë me vizë, për shkakun kemi qenë disa herë. Kemi shku për 45 minuta. Atje gallat. Shkon gjithë Shqipëria në protest, fliste vetëm 45 minuta lideri. Edhe pastaj njerëzit shpëndashin. Pra ka humbë besimi tek opozita. Shpresojmë që ky besim të kthehet me prova, jo me fjalë. Jemi në kontekstin e fjalëve, tani është fillimi i një sezoni opozitar dhe të gjithë kemi mundësi për t'ju bashku kësaj lëvizje dhe në ato format secili nga ne ka Facebook, secili nga ne ka media sociale, secili nga ne ka mundësi për të shprehur nëpër televizione. Pra kjo nuk është çështje, unë për shembull sot nuk i bashkohem kësaj lëvizje për çështje partijake. Kjo është imperative për çështje kombëtare. Ju falenderoj. Falenderoj edhe juve, zoti Zhoni, na thoni si mendoni ju opozita e përqarë, por shumica thonë se janë pro Berishës. Zoti Alibeja i deklaroi haptas me një 5 deputet tjerë se nuk do të përkrahin lëvizjen e re, këto demonstrata, protesta. Çka mendon se do të ndodhin në javët në vazhdim, në ditën e vazhdim? Opozita patjetër ka patur procesin e saj për të identifikuar se kush ishën të Partisë Demokratike apo të Lulzim Bashës dhe patjetër që Alibeja ka dhënë një deklarat ku nuk do të jetë në protestë, por kjo tregon që komprometimin e tij me qeverinë aktuale, që ai është komplet, sepse të majtë djatë nuk ka rëndësi se çfarë në interesi kombëtar dhe siç e tha dhe Dritani, për interesat naftën një lloj e pagojësi, majti dhe i djati. Tani nëse Alibeja i del llogaria më mirë me qenë pranë qeverisë, normale zë dali. Kjo tregon që këta thjesht janë për pazare aty, bëjnë pazare bashkarisht dhe nuk suportojnë atë individin, popullin, hallexhiun dhe të gjithë që janë në shoqërinë që është në Shqipëri. Kjo është e gjitha. Tani, identifikimi i Partisë Demokratike është treguar. Si është treguar? Është treguar në të gjitha këto procese demokratike që kanë ndodhur aty, kanë ndodhur dhe po ndodhin, dhe a janë bërë gjërat mira deri tani? Patjetër. A ka për të bërë mirë? Po që duhet bërë mirë. Ka shumë gjëra për të bërë mirë. Duhet ketë përfaqësimin e diasporës. Besoj se disa emra do propozojnë në një të ardhme. Tani dikush thotë që Partia Demokratike, kush është realisht kë njeh Departamenti i Shtetit apo kë nuk e njeh, kjo është për tu parë, sepse protestat, identifikimi, logoja gjitha vendosen duke treguar kush është më i forti. Kjo është e gjitha, është një proces, akoma është në proces, po tani hajde të rikthehemi të protestojmë. Protesta është frymë që bashkohen në një zë për të ecur përpara dhe në bazë të kauzës. Kjo është e gjitha. Është e mirë që të protestojnë edhe këtu në diasporë, pranë qeverisë shqiptare, ambasadës dhe konsulatës në New York. Shiko, të gjithë vendet e rajonit në Evropë, kur kemi shkuar për ta vizituar Evropën, çdo ditë, në 1, 2 ose 3 orë ka protesta qytetare, në sindikatat, në të gjitha. Pse? Sepse funksionon shteti ligjor. Nuk funksionon. Në Shqipëri nuk funksionon. A e keni vënë re para 2 ditëve se çfarë ndodhi me gazetarin e A2 CNN-it, kur kryeministri Rama, sikur jemi në monizëm, i ndaloi fjalën, tha, do vesh të riedukohesh. Po pse, ku jemi në riedukim, komunizëm? Çfarë do t'i bënte riedukimi? Një gazetari që i bëri një pyetje të drejtë për drejtë, kompromentimin e ministres ndaj biznesmenit që patjetër ti e ke bërë vetë të liq. Dhe nëse ti e ke bërë vetë, dhe tani ti merr kompetencat për të përgjigjur dhe për ministrin dhe për burrin e ministres, kjo është Rama është në shkelje, jo gazetari. Shqiptarët po i shikojnë gjitha, po sensibilizimi i opinionit publik dhe çfarë themi ne këtu. Duhet ta mendojmë që të bëhet sa më mira. Kemi miq, kemi kushërinj dhe të majt, patjetër, por duhet të na dëgjojnë. Nuk është puna, unë nuk kam ndonjë interes. Unë kam ikur nga Shqipëria për të folur i lirë. Unë nuk jam i kapur. Unë jam këtu se flas atë që unë mendoj, atë që ndjej. Dhe besoj se gjithë jemi të pakapur. Dhe kjo është e vërteta. Zoti Lumaj, çka mendon ti Valentin?
A do t'ishte e mirë edhe në emigracion të bajmë protestat të përkrahjes së lëvizjes të re për një drejtësi dhe një gjendje të mirë të popullit shqiptare, jo në administrimin e Tiranës, pa marrë parasysh parti politike. Ai e me Berishën, pro Berishës, kundër Berishës, por si qytetarë të lirë, si ai zotnia I pa parti, që dalim në shpëtim për Shqipërinë dhe për shqiptarët në përgjithësi. Po, faleminderit. Në përgjithësi gjithë këtu jemi të pa parti, pasi nuk kena lidhje direkte aktive me partitë në Shqipëri, por gjithë jemi vullnetar, vullnet mirë, që kërkojmë më të mirë për Shqipërinë, për kombin, për familjarët tonë që kena atje. Sigurisht, ne këtu në diasporë duhet një organizim, e vetë organizimi diasporës, gjithë të aktivistë, kjo energji pozitive, pse mos t'jetë në lëvizje, të shfrytëzohet për mbështetje, solidarizim për çështje të kombit, jo çështje vetëm partive, një partisë ose një tjetër. Edhe ne këtu jena jo vetëm në interes të Partisë Demokratike, por jemi në interes gjitha çështjet që u diskutuan këtu janë çështje kombëtare. Jo, domethënë unë kam mirënjohje thellë për Dr. Berishën. Është udhëheqësi historik I lëvizjeve demokratike, edhe në këtë rast e ka marrë mision të udhëheqë këtë lëvizje demokratike për mbrojtjen e demokracisë në Shqipëri, por ne këtu nuk jena për Berishën këtu. Bilas Berisha vetë nuk është në këtë betejë për veten e tij. Ne jena këtu për ato principe, ato parime, ato liri dhe të drejta dhe mirëqenie të munguar shqiptarëve. Ne kena zgjidhur problemet tona. Ne jemi këtu për shqiptarët në Shqipëri, për vllazët tanë atje. Dhe sigurisht që nëse ne janë mbledh her pas here në mbështetjeve të kombeve të tjera, para pak javësh ne kishim një tobim të Bajegit Gjan me aktivistë shqiptarë për në mbështet kombin Ukrainës. Tregu, në këtë frym, në këtë kanë duhet të bashkohemi më shpesh në mbështetje të çështjeve tona kombëtare që shqetësojnë sidomos aktuale, ku Shqipëria, jo vetëm Shqipëria, vetë kombi është në rrezik. Shqipëria është në rrezik, Kosova është në rrezik, të drejtat e shqiptarëve në Malzi, Maqedoninë, në Preshev, në Çamri, gjitha këto të drejta janë në diskutim në një kohë që jemi në vitin 2022, nuk jena në 100 vite më parë, dhe nëse ne në diasporë, që është diaspora më e madhe në botë në proporcion me numrin e popullsisë, ku 58% e shqiptarëve jetojnë jashtë atë dheut. Është një energji, siç e tha një këtu parafolës më përpara, tha që njerëzit shqiptarët më të mirë kanë ikë. Do thënë gjithë kjo energji pozitive, gjithë kjo energji intelektuale, pse mos shfrytëzohet? Unë kam kritika për gjitha partitë dy krave demokratike edhe të majt për mos qasjen, mos integrimin e mendimit diasporik në jetën politike, mos integrimin e intelektualit shqiptar në politikë, në parlament, në pushtet lokal, në gjitha strukturat, mbasi ne këtu vim me një kulturë të re, demokratike, perëndimore, dhe duhet jetë një mësim, një shkollë shumë e mirë për vetë politikën shqiptare. Prandaj unë këtu po e përfundoj këtë, por edhe unë ju përgëzoj për këtë iniciativë të televizionit tuaj dhe shpresojmë që ta vazhdojmë këtë bashkëpunim vontar. Faleminderit. Faleminderit. Në vazhdim edhe si më i moshuri, por edhe njeriu që ka dashur me ban pajtim gjithmonë ndër shqiptarë. Si e shihni tash këtë situatë, ju zoti Kaçaj, Gjon Kaçaj? A do të ketë presion nga qeveria, elektorati, I djast? A do të kenë presion të burgosurit, familjet e tyre? Kom dëgjuar se ja ndalon edhe autobusat, nuk I lënë shkojnë në mënyrë të organizuar në demonstrat, do në marrë dikush për Malësiet Madhe, për Shkodrës, për Dukaxhinit, organizuar me shkojnë protesta, ju banë tortura rrugës, nuk I lënë shkojnë, mënohet me sabotua me çdo mënyrë që populli mos dalë në rrugë me lënë fjalën e vetë të lirë. Si mendoni ju, si nënkryetari I pajtimit të shqiptarëve kështu? Ashtë një humor shkodran, mos u ngut hala drane e mos u ngut zgrathat me krane. Se ke hangër për zezën tane. Edhe vetë më nej, që friga është vra. Kur është vra friga, janë pjek edhe kushtet për një demonstrat paqësore të vazhdueshme ditë për ditë me 1, me 2, me 3, me 5 veta. Edhe në qoftë se demonstratat janë shumë të vogla, janë mjetet e informimit. Ka ala gazetarë që nuk janë të shitur. Ka ala njerëz
Kala njerëz që nuk pranojnë patronazhista, sa është një shprehje, ai që është spion i herë, do t'jenë për gjithherë. Unë personalisht me 4 vetë në sheshin Skënderbeu kam ba demonstrat në emën të shoqatës Paqe Drejtësi për 803 kosovarë që ishin para gropës të ekzekutimit, në një kohë kur media e mjetet e informacionit në tanë botë mbroshin 3 ushtarë sërbë të kapur nga UÇK-ja. Unë veti 4 me Tanush Mulletin, me kryeredaktorin e gazetës Liria dhe gazetaren Shane Muda, kena ba protesten në Kuks për hapjen e kufinit, kur vetë Pandeli Majko kishte dhanë urdhër që asnjë kosovar mos shkelin tokën e Shqipërisë. Dhe po me 4 vetë, në një kohë kur në rrugën e Komit grabiteshin murgeshat, përdhunoheshin edhe grabiteshin kosovarë të merrshin makinat. Ne nuk na ka gjetë gjatë. Por Sali Berisha ka një gjerdan, tash i thonë antiplom, ka këtë shtesë të popullit të përnjëkunit. Në kur Sali Berisha ju nalua nga organizata Hakmarrje për Drejtësi për të dalë nga Tirana se do të ekzekutohej, personalisht unë e kam marrë përgjegjësinë dhe e kam ftua në 53 vjetorin e shoqatës e këngritjes Malësisë Madhe e para mas luftës së dytë botërore në Europë, edhe kena zhvilluar mitingun në Kish. Ashtë Sali Berisha që ka prej vetit gjanë më të mrekullueshme në mbrojtje, ka të gjitha nanat, ka të gjitha gratë e moshës 2 edhe 3 që janë në Shqipni dhe nuk kanë emigruar. Pra ti beson se në momentin është strumullari kryesor që ti bashkoj shqiptarët. Ashtë i mbrojtën. Ashtë i mbrojtën për gjithë besimtarve, se ati ka met hapja e kishave dhe hapja e xhamive. Ashtë i mbrojtën për gjithë elektoratit të përnjekun politik, se ati ka met se hapi burgjet edhe hapi internimet. Por ashtë i vetmi shqiptar që ka kërku falje për gabimet që ka ba antarësimi në antarësimi i komunistëve në Partinë Komuniste që ka kërku falje për para popullit. Ka është Sali Berisha personi që ka ekzekutuar njerëz. Janë komunista që kanë persekutuar njerëz në kohën e demokracisë, kur nga furë e Mazareku ka ba atentata Zemajdajt në parlament, edhe është dekurua nga këta që janë sot në pushtet. Pra naj do t'i rishikojmë edhe njëherë imësisht të dekuratat që nepen vetëm për pikpamje politike për me nënshtruat të nërshmil, të drejtin edhe ata që ka dhanë gjak për lirije për demokraci. Përnderit, zoti Kaqaj... Falëmderës edhe juve, por po shfrytëzoj rastin se drejtori i këtij televizionit ka humbë një të afërmin e tij, që ka qenë i burgosën prej në vitin 46 deri në 66 dhe mas 66 deri në 91 i ndërnuam në Mahmuras dhe nuk ka pranua mas lirimit me amnisti, vetëm ka jetuar në Mahmuras në moshën 97 vjeçare ka në jetë kryetari shoqatës antikomuniste Shqipërisë të Moraliko. Përnderit dhe ty për përkujtimin e nacionalistit të njoftur shqiptar, në vazhdim se thatë ka gazetar, ka analist, ka njerëz që flasin, atje dhe këtu dhe kudo. Pagu. Kallet ndershëm, kallet pa ndershëm, kallet paguar, kallet pa paguar. Kështu e ka politika, kështu e ka pushteti mafios, i cili blen gazetarët për të shkruar në favorin e tij, por ka llasish që nuk shkruajnë dhe nuk blihen. Një ndër ata është edhe zotni Zef Përgegaj, i cili do të japin edhe një analizë si e shefaj këtë situatë, kur krejt Kosova me një kryeministër, me një parlament, me një prezident, Edi Rama ju thot ju nuk dini për Kosovën, di ma mirun se ju. Dhe kështu i prezenton përsëri te Vučići. Shkon konferenca ndërkombëtare, nuk flet për antarësimin e Kosovës, që udhëtimin pa viza që është turp sot në Evropë,
Kosova e vetme është që nuk mundultojnë qytetarët e saj pa viza në Evropë. Na thuni si mendoni ju për këtë situatë, a mendoni se mund të rëzohet ky regjim vetëm me protesta paqësore? Faleminderit, me këtë rast falenderoj edhe Syrin Net për këtë dritare që na krijoi me bashkë bisedu dhe mendoj që duhet ta mbaj hapur televizionin e tij për të komunikuar jo vetëm me këtë grup që ishim sot, por edhe me grupe tjera. Diaspora shqiptare ka shumë personalitete, ka shumë njerëz, patriotë ndershëm, që kanë luftuar për demokraci, luftojnë për prosperitetin e Shqipërisë. Kjo, desha të them diçka, Luj, që edhe ky bashkim sot është një protest. Ndoshta ne nuk kemi dalë me parulla, por po I themi me fjalë ato parulla që kemi në shpirtin tonë. Gjenja Shqipërisë nuk është vetëm e tillë vetëm tani në 8 vjet ose 10 vjet që po qeveris ky I gjati edhe që mendon veten si është qiellor, si mbi te domethënë nuk ka njeri, por është që me fitoren e komunizmit në Shqipëri. Di një rast që vetëm 1951-shin në një varg nga Buna kanë emigru, domethënë, ose kanë qenë detyruar të emigrojnë 150 vet doktor profesorë që kanë marrë studimet e larta në Perëndim, me një varg kanë ardhur të gjithë në Amerikë, kanë qenë me ballin kombëtar. Tashi Rama po të kemi parasysh administratën e tij për 185.000 vet, ti llogarisësh nga 5 për familje, I takon që të marrin ja 900.000 vota. Ai nuk ka nevojë të dalë as në fushat. Zgjedhet I fiton për herë sa herë të dojë Edi Rama. Kjo administratë fryr I shërben këtij. Por kjo administratë fryr, kjo administratë inaktive, kjo administratë nepotizme. Shikoni, Shqipëria nuk është 3 krahina, 4 krahina si nxjerr udhëhesi. Ja ka krahina që ka njerëz të menshëm edhe asnjëherë nuk I thrasin qeverisën e menit. Edhe ma turpshmja, a I merr disa analistë, domethënë sidomos nga krahinat veriore, që kanë qenë edhe spion të sigurimit të shtetit, spion të ODB-s. Edhe I majnë në për televizion edhe fyjnë doktor Berishën, fyjnë Lëvizjen për Demokraci. Tentojnë ta shuhin revoltën e madhe të popullit shqiptar që ka në zemër për veten e vet, për fëmijët e vet, për të ardhmen e vet. Po të kemi parasysh regjimi Zogut, në kur e ka marrë pushtetin, Shqipëria kishte rreth 900.000 banor, 4.000 ka patur në administratë. Shiko sa të vogël administratë. Çfarë u bë me gjithë këto mjete teknike që ka Shqipëria, me gjithë këtë modernizim kompjuterik që ka Shqipëria, ose gjithë bota. Edi Rama është një diktator I vogël, I cili me qeverisin e tij ai edhe me të vetët nuk bashkëpunon. Kjo tregon, dhe sipas një gazete e Beogradit, që jepte vorrezat e Beogradit, thoshte kemi lanë vend këtu afër e Sat Pashës, se kemi edhe disa vende tjera për miq tanë shqiptar. Përsa I përket thatë ju për Kosovën, po si po ti ke traun në Kosovë, ti ke disa marrëveshje me atë, asnjë nuk realizohet. Ti ke prodhimin e grurit, që prodhon Shqipëria nuk jo merren prodhimet shqiptarëve. Pse nuk jo merren? Sepse ka kontrata me këto vende, ka kontrata me Greqinë, ka kontrata me Serbinë, sepse këto paguajnë. E dini ju që për shembull madhra që vinë nga Shtetet e Bashkuara në Amerikë që kërkojnë mu fut në Kosovë dhe në Shqipëri, nuk I lejojnë. Ma përpara janë ato serbë, ma përpara janë turke. Ju flitni, ne flasim për Ballkanin e hapur, për 90% ushqimeve Kosova I ka nga Serbia. Kështu që është shumë e vështirë, po si rrëzohet ai? Unë nuk jam me parimin ta rrëzojmë qeveri. Se më duket sikur është ajo parulla komuniste që mbi garmadha do ndërtojmë Shqipërinë e re. Por ne duhet ta neutralizojmë veprimet e qeverisë. Domethënë nuk do të ndalim nga sheshi, të qëndrojnë në shesh deri që ai t'i japi dorëheqjen. Dorëheqja është demokratike ose një qeveri teknike,
të përgatisi vendin dhe të shkojnë në zgjedhje, të lira mundësisht. Dhe unë kam edhe disa pika sugjerime për Partinë Demokratike, në rast se krijohet mundësia, po i them në një moment këtu, ose do t'i shkruaj në një shkrim shumë shpejt. Faleminderit. Faleminderit Zef. Në vazhdim se ka mendime të ndryshme, po në qoftë se ai që mafiozi mall ka shumë lek, ka ba miliona ai me grupin e tij, me bashkëpunëtorët e vet, nuk e lëshon. Nuk e lëshon, sepse do në menej në karrike, ashtu si ka nej një gjysmë shekulli ata paraarsit e tij komunistë. Në vazhdim, Luis Tërbryçi, çka mendon? A keni një ide tjetër se është e vërtet se vetëm me demokraci dhe me mjete demokratike, po në qoftë që populli revoltohet, a na shkallon? A ka ndonjë metodë tjetër në qoftë se ai nuk dorëzohet përsëri, e unë jam i bindur që do të ketë shumë demonstrues, por megjithatë, si e mendoni ju? A duhet vazhdimsi e protestes? A mund përshkallëzohet ajo? A mund të ketë një revolte vogël? A do të ketë një përplasje? Si e mendoni ju këtë situatë? Unë mendoj se nëse kryeministri i shtetit shqiptar sot Edi Rama nuk i binet e nuk respekton popullin e vet që e ka votu majtë djathtë, populli shqiptar të kalojnë në rebelizëm. Mos t'i binet dhe protesta civile që nga Shkodra me radhë dhe gjitha qytetet me radhë bllokojnë rrugë, sa është e drejta tyne, të kundërshtojnë, kundër çmimeve që janë në kulm, kundër pensioneve që nuk i marrin, kundër rrogave që nuk i mjaftojnë, kundër shërbimit mjekësor që nuk është në nivelin e duhur, siç e thash edhe më përpara arsimin, prandaj populli shqiptar duhet në mënyrë demokratike të kalojnë në rebelizëm, pasi kështu pe meriton kë. Kjo është një diktator, kjo është njëri që nuk i binet, nuk e nizjon as fjalën tonë. E nëse nuk e nizjon, neve të gjithëve na detyron të rebelohemi në tina. Edhe ftoj popullin shqiptar, vëllezërit, të dalin në protest, jo me shtat, po për çdo ditë, deri ta largojnë këtë kryeministër korruptuar, këtë rebel, këtë njëri që nuk i binet e nuk i shërben kombit, se kjo është anti-shqiptar dhe anti-kombëtar, dhe Shqipëria në rrezik pikërisht për hir të këtij njeriu që nuk din me qeveri se nuk bashkëpunon me intelektualët dhe me popullin shqiptar. Faleminderit. Ta plotësoj pak? Po, vazhdoni. Po, faleminderit, desha të plotësoj pak idenë Po. Në vazhdim të mendimit Luigjit, unë flas ndoshta edhe si dikur organizatori këtyre disa bojkoteve dhe grevave studentore, e di pak a shumë atë formulën se si mund të bien një qeveri me mjetet demokratike. Këto ka ndodhur jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Evropë, në botë. Për mendimin tim, kryesor është angazhimi i forcave rinore, studentore dhe sindikatave punëtore. Nëse studentët e marrin përsipër ndryshimin e realiteti me greva bojkot të mësimit, me greva urie, po ashtu në solidarizim bashkohet edhe forca punëtore dhe me sindikatat, me bllokim të problemit brendshëm, me bllokim punës. Kjo sigurisht do të mbështetet nga populli i gjanë, jo vetëm nga politika, por nga shoqëria civile, se këto punëtorë, këto studentë që janë bi familjesh, dhe familjet e tyre gjithmonë do t'i mbështesin. Ta keni parasysh, janë studentët dhe sindikatat që do ta bëjnë ndryshimin, po arritin politika që të ketë bashkëpunim me studentët dhe me sindikatat, qeveria, çdo qeveri bjen si gjethe letre, si letre djekun. Por të të kem pak shkurtimisht tek opozitarizmi në Shqipëri, duhet shihet në versionin, në këndvështrimin e konceptit, si konceptuale, jo thjesht si emër partish. Jo çdo parti që nuk është në pushtet është në opozitë. Opozitarizmi do thotë një parti që kundërshton pushtetin është në opozitë. Një parti që nuk është në pushtet, por nuk e kundërshton pushtetin, nuk është në opozitë. Në këtë version them që Partia Demokratike, domethënë në minerancë që është me Ali Bejen e me tjerë, ata thonë jena në opozitë, por për sa kohë që mbështesin pushtetin e Edi Ramës, ata nuk duhet quhen opozitë.
kjo është ajo koncepti që shqiptarët duhet ta dinë. Nëse nuk e kundërshton pushtetin, ti nuk je opozit, pavarësisht se je në pushtet apo jo. Ka që kisha për këtë, faleminderit. Faleminderit shumë. Zoti Abdullahi Feyzullah, na thuaj pak, ekziston një teori për gazeta apo lexojmë për ditë, populli është i revoltuar. Ndoshta ka marrë koha në shqiptarët në Maqedoni që po i përçan kështu përmes Ali Ahmetit, shqiptarët në Malzi përmes atij kryetarit komunës që kemi atje duke përkrahë Edi Ramën, duke i thonë giganti më i madh me këto hiperbolizma të tepruara duke ngritur atë. A mendon që ka popull në Kosovë, në Maqedoni ndër shqiptarët, Malzin, Preshev, që do t'i thonë edhe nan grata, duhet edhe mos ta lejojnë që të hyjnë ndoshta në territoret tona. E ndoshta është pak ekstremiste kjo pyetja ime, por i lexoj këto për ditë. Pyetja është mëse me vetë. Nëse kthehemi prapa për një periudhë kohore prej 30 vjeçare që ta shikojmë situatën si është, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, bindja time e thella është se partitë që vinë në pushtet, ato luftojnë për interesat partijake, jo për interesat e popullit. Duke nisur nga Maqedonia, kjo parti që është në pushtet është e madhe, çdo parti që vjen ata e merr, se partitë maqedonese nuk mund të krijojnë pushtet pa patur parti shqiptare. Partia shqiptare më e madhe është BDI-ja, edhe atë parti e marrin dhe ai vazhdimisht është në pushtet. Ai nuk mbet asnjë. Kushdo që vjen ajo me ta. Ajo është me ta, edhe nget politikën e tyre. Në shtetet e tjerë, në Kosovë, siç e dini edhe juve, ka qenë edhe Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike në pushtet nuk bën gjë, tash kjo që mori që nuk është i korruptuar, luftë po bëjnë kundër kësaj vetëm që ta hedhin këta që të vinë prapa ata në pushtet. Domethënë nuk bëhet luftë për popullin, për mirëqenien e popullit, por bëhet luftë partijake. Po e lidh tash në Shqipëri. Në Shqipëri që të lidhet ky regjim i këtij autokrat, do ta them unë, se në mënyrë autokratike ai vepron. Atëherë edhe kalon në diktaturë, nuk mund të lidhet vetëm me protestën e shtat korrikur që organizon Partia Demokratike. Për fat të keq kjo parti është e ndarë në dy pjesë. Do të hidhesh kjo parti nëse shkojmë të 91, kur e hodh sistemin komunist në atë kohë që u bashkuan krejt populli i Shqipërisë në revoltë edhe ose diktatura me demokraci, mua nuk ma merr mend se mund të hidhet asnjëherë. Se ai ka futur aq thellë në pushtet Rama sa që krejt njerëzit e tjerë të cilët kanë influencën në popull ai ka blerë edhe ai përsëri zgjedhje do t'i fitojë. Ne i thamë atë dihet që vetëm me zgjedhje fitohet lidhet partia që është në pushtet. Por në këtë rast zgjedhjet nuk do të jenë efektive, por vetëm në atë mënyrë të organizohen të gjithë, vetëm në atë mënyrë do mund ta hedhë, ashtu u rrëzua në Ligë sistemi komunist, ashtu u rrëzua në vendet e tjera në Rumani, për fat të keq që diktatori i Shqipërisë para kohë ndrojtje, se edhe atë situatë e njëjtë do të gjente si në Rumani. Por nëse organizohet vetëm në mënyrë të tillë mund të hidhet ky regjim, ndryshe nuk mundet kurse si të hidhet. Shqiptarët në Maqedoni, populli mundohet që në çdo mënyrë të ketë mirëqenien më të mirë në shtet. Mirë po partitë janë të tilla që luftojnë ato vetëm për interesat e tyre, a nuk luftojnë për interesat e popullit. Prandaj edhe situata është e këtilla atje. Ju falenderoj, unë Zef shkurtimisht jemi në përmbyllje, të lutem, Zef Përkega ka me shkruar diçka në këtë drejtim. Falenderit Luiç. Unë shikoj shumë në media, në televizion dhe në gazeta, vetëm konstatojnë si është gjendja. Domethënë, të gjithë në themi është kështu, është ashtu, është gjendja. Nuk është gabim kjo, por problemi është sot ka ardhur koha që ne të themi gjithë secili çfarë unë do të bëj për lëvizjen demokratike në Shqipëri dhe për protestet. Dhe unë mendoj që ka mundësi diaspora të bëjë shumë, e një nga ato pikat është që ne duhet të flasim me familjet tona, kudo në Shqipëri, me farefisin, me njerëz që i njohim atje që të sensibilizohen dhe të mbështesin këtë lëvizje deri në fitore. E dyta është që ne t'i majmë mediat hapur me shkrime nëpër gazeta. E treta është që ne me elita intelektuale e diasporës, siç ka qenë gjithmonë aktiviste për rrëzimin e komunizmit në Shqipëri, me letra Departament Shtetit dhe organizat ndërkombëtare, prandaj është edhe një detyrë gjithë secilit që sot të drejtohemi edhe me letra këtyre institucioneve për rrëzimin e komunizmit në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Na falni, kemi shumë debata për të bërë, por teleshikues të nderuar,
Ju falenderit shumë se ishit me neve me studion e hapur ACTV, televizori komunitetit tonë shqiptar. Në Michigan, që por do të ndis një anë mban Rusë dhe Toksor ku ka shqiptar. Dhe ju falenderoj shumë edhe juve të ndershëm shqiptar me parti e pa parti, me ideologji dhe pa ideologji, çdo feje, krahine dhe ideje, ka do të jemi për Shqipërinë dhe për Shqiptarinë. Në këto momente dhe raste që po kalon kombi jonë, në Shqipëri, Kosovë dhe në gjitha trojet tona, dhe me këtë krye administrator që kemi, jemi ka rëshqasim duket, por mendimin tuaj, ku do që jemi, atje dhe këtu, dhe ku do që ka shqiptar, ndoshta mund të ndalohet ky njeri, i cili nuk po ban mirë për kombin, është ndoshta e keqe, është ndoshta edhe tepër, ndoshta e pa kuptim me thonë, por mjerisht jemi detyruar se gjithë të emër tyne panelistëve që thomi se politika zyrtare e Tiranës sot nuk po vepron në të mirë, të ma tepër se gjysmë mes komit shqiptar dhe ma tepër se shumë e shumë atyre në Shqipëri që ka lënë gjakun e vet për një liri dhe demokraci të plotë, ku të mund jetojnë të lirë, mas një diktature gati një gjysmë shekulli, dhe përsëri po vinë bite atyre, na synojnë në mënyrë të tyre së bashku me armiqet tonë. Pra sot me Vučićin dhe Vučićit, me vëllezërit e Miloševićve dhe me vëllezërit e Stankovićve që na kanë vra në përshekuj. Mjerisht ka koha që në Kosovë, ku kemi sot një administrat pa korruptuar deri tani, dhe me sy qelë dhe kryeministri shqiptar nuk i ndigjon këshillat e tyre, nuk i përvish fare, bile i thot si mund të prishëm me Serbinë që me jep grunin për popullin shqiptar. A këtu na ka ardhur jeta gjaku jonë që të shitemi për pak grun që na jep Serbia. Prandaj të shikues të nderuar, ju të gjithë panelistë që ishit këtu, të ftuar të gjithë për një qëllim, të gjithë të barabartë, pra në kësaj tryeze dhe çdo tryeze shqiptare, vetëm për të mirën e Shqipërisë dhe të shqiptarisë. Ju falenderit për vëmendjen tunë dhe mirë se u takohemi përsëri në emisione tjera, me protesta të tjera. Duhet të vazhdojmë me protesta, mosbindje qytetare, me greva urie, me mënyra të ndryshme, me studentë, me universitete, me blokada popullore, edhe në përminera ku janë shqiptarët atje në për mirdit dhe ku do jemi. Duhet të ngrihim zanin tonë dhe një herë mirë të thomë stop, Rama nuk i e ma i mirë pritur që tu dhe që komin tonë. Ju falenderit të gjithve për vëmendje dhe miru takoshim herave tjera. Falenderit juve.